Mirë se keni ardhur gjithë në episodin e dytë, sezonit 3 dhe faleminderit për gjitha të komente pozitive që na keni bë. Për pjesën e treshës fantastike, se e shef s'ma nxe më goja, e shef vllai, nuk janë më pjesë të asaj gjithëve këtë muhabet, janë vetëm Golden Duo tash, që tash unë sa ta harruj çikët se për ne jemi me kapell. Halli më hodh nga gjetë me ty. Rrugë 2 javë ky muhabet, harruj sot, harruj nesër. Jo më harruj, po del prap. Ky problemi tale. Nesër se shumë muhabet brisko. Iku Golden Treshja, po me kile prap Golden Trio je, ose vani. Po, fix lale. Un peshët i rri te koka. Okej. Tani ju kena thënë që do flasim dhe për animet dhe për filmat vizatimor. Këtë radhë lale. Dhe për animet. Kena për animet. Kena për anime. Është anime që gjithë ju e keni qef, sidomos ju brezi 2002 si për i herë, mo maroni. Ç'ke vllai ti e para Krishtit si unë, ç'a ke lale? Unë jam musliman për. Pra mirë, okay, po them si ko, jemi të lashtë zot. Mirë, dakord, jemi me dinozaur. Pra, ne jemi kenu gang. Lese po. Okej, neve sot lale kena për të folë për... Për qa? Attack on Titan! Jo, Attack on Titan, Por... Unë them, nuk e di se kush ta mushi mendjen ty për të folë për Attack on Titan. Lele, unë nuk e pëlqej Attack on Titan. Dakor. Tash e kam pa se ne kemi bollën sezon parë, po. E thek shumë me zell, me emocion, po detyroj puna, jo për puna, do të më bëj zmetin punës. Unë këtu ka sapo thank you, meqense kam bif për ta prezantuar këtë ftumin, po do ja them fund të emisionit, po ta le gjithin ty. Faleminderit. Atë keqe. Sot kemi ftuar një djalë super artist, është një dashamirës i sportit, por gjithashtu edhe i animeve, është shumë simpatik, goca, marrni veten, marrni pantallona. Manzo Prokopi! Faleminderit shumë, faleminderit, goxha hyrje bëre miku im, faleminderit. E kom për punë. Në të tilla raste ja hash përblefsha. Amin. Faleminderit shumë, kënaqësi. Mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta. I çik kontradiktor vallai, me atë që ke vesh, me atë që ke ardhur për të fol. Jam shpërndar. Shive bluzën e kemi këtu me Levi'in, po këtë vesh më pëlqen çik më shumë si dizajn. Po, patjetër. Po me Levi'in, tani ti ça bifi kish me modë, do të thonë. Jo se i tha Arlini kena qef Naruto, jam ka bërë me gogën për treguar që jam çik i përhapur në Po, je multitasking. Po me ty miku im çalli kishte me 2002 dhe Attack on Titan? Është janë. Jo, prit tash. Mos më bind se e bisedum dhe çik para se të fillonte emisionin, prandaj thash le ta majm këtu muhabetin pa një sherrë mirë jashtë. Le mos e ngjo Arlini se s'e ka pa, ne bëu kështu. Se ka pa bi futbollin e të dy bëj lëm fund, se është kësaj. Po. Dali çik. E di ku e kam në preun të sezonit 3, që nuk munda do të më me pa. Sezoni i parë herë nuk shifet. S'kishe sezoni i parë nuk shifet. Nuk shifet vllai. Sezoni i parë 10 sa episode që fillosh të hysh në lojë vlla. Vet anime të hyn në lojë. Jo, nuk jam fare dakord me ty. Ti fillon hyn në lojë që tek episodi i parë. Që thjesht ha mamana e gjigandi. Po pra, njerë ka e ha plakën. Është një sulm nga gjigant në qytetin ku ti pretendoj që kishte një mur të sigurt për të ruajtur qytetin tënd. Një sulm që vjen nga e papritura nga dy gigantë të tjerë që nuk ishin parë më parë. S'ishin parë kur gigantë më parë. S'ishin parë kur. Një mur që çahet në një mënyrë, se mos po bëjmë spoil tani, çuna goca na falni. Jo, kanë marrë parasysh, Atëherë e keni marrë parasysh. Të vjen një Colossal Titan dhe një Armor Titan që të çajnë murin dhe të vinë gjithë të tjerët. Mund të çajnë murin, dhe protagonistit i hahet mamaja. Mos them tani ku është episodi i dytë që ha ka plaka më. Mirë. Pastaj te i dyti apo te i pari prap. Episodi i parë që një ka plakën e ati. Po personazhi kryesor ti e shef që kafshohet live. Po më çao, okay. Kujt ja merr, un thosh ky s'ka shanse la na bëjnë kota. Tak ai kafshohet. Okej, shumë ngriva un. Shumë bukur. Ky është një plot vlla. Ky është një plot shumë i bukur, okay, interesant. Që se ke pa, ku e ke pa tjetër super plot që thua është kopje anime të tjera tani, se po më ku e ke parë? Që protagonisti kryesor kafshohet në episodin e dytë. Fal, si fillon Naruto? E ke pa? Naruto si fillon? Naruto shkon si e ka ai i pari.
bën super shadow clone 100 vet aty out of nowhere. Po le, jo, episodi i parë vlla, episodi i parë fillon me dhelpër me 9 bishta vllai, të shkatrur fshatin. Po jo Naruto Naruto është aty. Po them seriali dhe Attack on Titan, nuk fola Eren me Naruto. A më jetë shit. Ja, s'ka mirë këto. Ja, për mua episodi i parë i Attack on Titan është perl. Mu nuk Të është nis më direkt në tem, po armi pastaj. Mirë, pastaj ky Në qyrë si vogël. Udhro. Iku Të krau. kafshohet Ereni që në episodet fillimit, shife. Më mirë, shiko. Ai shijoj ti pas ka pas krypta se Tani çfarë Tani mund Tashi se neve s'na lejohet shumë, Ai domethënë, mirë. kamerë, jo, ne i flasim E din, këtu, kamerë për kupton, po është Mikasa. kamerë me shumë mundësi s'kapen shumë, kështu që shqyr zotit se ne i bllokoi YouTube-i për skena violente. Oh, ne u kputum të bëj nga YouTube-i. Pra. Tani mua e vetëm gjë që më bën çik çudi është kjo skena, është që tani nga gjithë to që hajnë këta, që vdesin gjithë vetëm Ereni pati fat nuk e për typi kë. Pra, ty nuk i vdes bekumi Ereni. nga Po jo perenia. pra e ka bërdiu direkt në stomak Ereni u bë se ka Attack Titan e ka Ereni. Po, Jo, Attack po Titan. Po Attack Titan. Jo, po e kput në gjysmë aty ai atë, pavarësisht se nuk. Po pra dhe nga që u dëmtu sepse- Ereni aktivizoi Attack Titanin në vet. Tani ka një problem shumë serioz me këto animet kur transmetohen në Japoni dhe kur transmetohen në Europë, se ti pas ke pa shumë vonë me sa duket. Unë kam pa vëmë ka thua se tregoi shoqe. Ashtu. Tani unë Më kam ka pa sugjeruar. shumë. Imagjino, e e kam ka pa- filluar dhe gocët tu e pagët e rond fare dele. Po, gjak. Gjak me gjak, tamam. Nëse. Domethënë kur kanë dalë episodet e para, këto i bëjnë censored kur i nxjerrin në Europë, në Amerikë, sepse nuk duan të nxjerrin këto skenat me shumë dhunë, e kupton? Edhe është heq ajo pjesa që e kput në gjysë Ereni me dhoma, edhe veç gjysma i bi. Jo e kam pa atë kam parë. Po prap, po shiko, sepse logjika është që këta titanët kur kafshojnë ose kur hajnë, se ti e ke parë, Po. kur hajnë një që ka një titan founding titan ose çka titanët e tjerë, bëhen si ai, marrin vetit e tij. Ky titani që kafshoi Erenin në fillim nuk i mori vetit e Po Erenit. sepse ai u tashi, i bi Tamullin në episod para. Po këtu është ajo që më çedoi mua, sepse Armi shpëtoi sepse hongri Bertoldin. Po, Dakor? por diferenca është që supozohet që e gjithë kjo gjëja ndodhi Sa në ku e ka fraksion të skenat. sekonde, sepse ky se kishte aktivizuar akoma si fuqia Si e fuqi, kupton? po, tamam. Nuk është se ky e kishte në kontroll dhe e hëngri ky titani me qëllimin që e dinte që ky transformohej. Ky se kishte idenë këto thjesht shkonin pa ndërgjegje, hanin njerëz. Dakor, pra po, çdo titan tjetër që ka ngrënë në një nga ata që mbante titanët e tjerë, titan të Sepse e kishin të aktivizum. E njëjta gjë ka ndodhur me atë Yumiren që ka qenë te sezoni i parë, mos gaboj, që shkon edhe ha një nga këto pa dashje që i merr fuqit. Kur erdhën të tre, se harrova emrin e tij tipit. Mikasa kush po thotë? Jo, po tha Jo, për kur Reiner, erdhën Bertolt dhe Ymir. Apo thu për okay. Reiner, Bertolt dhe Ymir. Po, Ymir ishte kjo goca që e hongri pa dashje këtë tipin, ishte shndrun titan dhe thjesht i mori fuqit, po ky e kishte të aktivizuar, a kuptoj, e kishte nën kontroll. Kurse Ereni ja kishte haberin fare që mund ta bonte si gjë. Patjetër më shiko. Ka momente pafund të bukura, nëse do Sa e ta bukur kapim, është skena, kupton, janë momente pafund të bukura. Jo pafund se e të prova, se Se do më të dërojmë Superani, thënë me- Bidagor se më që është sulmon e Attack on bukur. Titan. Jo, po nuk ka Jo, nuk e sulmoj kod o vlla. nuk ka Nuk e sulmoj Shife. nuk ka episod filler Attack on Titan. Mu Fare, pëlqen, nuk ka fare mu fillera. pëlqen për shembull është një moment që Erni kur mban ajo. atë shkëmbin kurriz vlla. Bravo. Edhe e ka dhe ulërimin e ka, ulërimin e Ja. ka perl. Po ulërimin e ka shumë bukur. Perfekte ajo gjë, jam shumë dakord. Ka edhe do të them këtë pjesën e shkëmbit, dy domethënë një simbol dhe një kopje. Se ku është marrë. Hajer. Dakord? Për simbolin për mua është Atlasi vlla që mbajti peshën e botës. Më kupton? Pra Atlasi që u dënu nga Perëndit për të mbajt Peshën e gjithë botës, botën. Dhe si s'kem vlla, Ha. më kupton? Është kopju po prapë të Naruto. Po shiko, tashi Naruto? Po, Onoki që i bi i ilço Madara 2 meteorët që 1-2 rrima kështu. po kur marroi Naruto, kur marron 2000 7 jo 2017. Aha. Duket 2008, 2009, nuk e mbaj ka mend fiks. përfunduar Shippudeni? Po, më duket. Ja ta shoh kod për fiksim, mos gaboj se s'do më falet pasaj gjithë jetën. Bërtasi Kasavi me të modha. Po Direkte. Po mirë tani shiko, për tani se ti po edhe krahasimi kështu që një hero mban uja ku s'kena me gurin. Po pra? Një hero mban peshë të madhe i bike edhe Goku që mbate ato kur Super, bote servitje. po, edhe Ata njëjta nuk e- gjë. Që sa e bukur është kjo, E, bukur se që ka- shkon edhe Gokun kia hyrjen. të Goku e njëjta gjë është. Pastaj Pesha e se botës. po shifsha një Po, skenë po, tjetër. po. Skenat brutale i ka shumë bukur Attack on Titan. I ka Që unë shumë si kam brutale, parë të jo tjerët. bukur. Jo, po se pas ke pa Demon Slayer ti. Jo Demon Slayer se kam pa unë. Ashtu. Po Attack on Titan mua më pëlqej shumë të skenat.
Ta shohësh Demon Slayer, pastaj flasim. Se ke edhe grafika. Kjo lloj Jo, i grafike ka- më jep shumë bezdizje. Ndoshta e kanë bë Kastile. Nuk e di fiks, Po se e kam përshtat e kam përshtat me formatin. 2017, valla, 23 Kur mars ka marru? 2017. Ashtu tash tash faktin e kësaj. Episodi i parë i kësaj ka dalë në 2013. Ajo është sezoni i tretë, kanë qenë plus minus paralel me njëna tjetrën kur kanë dalë. Po Përveç manga e se- Narutos kur ka dalë para mangës saj apo Po ti hym, po tash ti hym analiza. Shiko, se për post shiko, shakasa edhe Po, për të Çiksherrit, po. shakase. Ti hym analiza, këto bazohen diku, a kuptoj, për shembull, kjo është Normale. bazu komplet te mitologjia nordike, se e kuptoj, ai Ymiri është praktikisht krijuesi i gjithçkaje te Norset, a kupton? Patjetër. Që bën pakt me Ymiri, djallin po. edhe krijon këto Seven Realms, ku diun çan të budalliqe. Jep. E ke lut gatëvorin, ha? Kush është Freja? Eksi ati. Shiko, të gjithë autorët marrin nga njëri tjetri dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin, ky është fakt sot e kësaj dite. Dhe s'mund ta mohojmë dot. Çika boksa si ishte emri? Ani, çika boksa Ani tu spektakël. Po se Dhe ajo me emra jam super keq. Ani është kjo. Këtu ishte shumë krokante, do thoshe skena. Livaj është Shumë gjujt krokante. si fort ky Livaj. Ka dorë. A Kerman ma? Po shumë. Po. Po kjo skena, sa e pike tani, ishte skena kur Reiner dhe Bertoldi ja zbulojnë komplet Erenit se kanë ardhur. Si për digës aty, është perl. Kjo është para se të Pak para se të është në rrot bëhet shumë Kjo i është sezoni parë. tretë, mos gaboj, kur vjen edhe ai vllai i Erenit apo jo? Çka ka? Jo, kjo është pak më Jo, po, jo, ai është po është pak më herët. Po, është Do të një më tre përpara, episode pra. Më përpara fare. E rëmbeni Erenin këta të dy, e marrin Erenin këtu, pastaj shkon Mikasa për ta marrë, që lufton me Bertoldin dhe me Reinerin. Po, është fundi sezonit dytë, pa fillu sezoni tretë. Ajo është, bravo, që ishte mçef Renit ajo ke muri brenda një herë. Po. Shumë skena të bukur kjo. Kjo ishte ndër skena. Po soundtrack sa e piki ka. Ja mos e dy opening ka se për soundtrack pastaj Ha debat, Lale. Ktu kush Se ndërrohet filloi te kjo Bluebirdi, pjesa. Bluebirdi është Filloi sigla e ha Magic buk me Bus. Dion se si kërceti me këto pastaj. Dakord jam, po këtë soundtrackun këtu e ka shumë të bukur kur bëhet ai shndrimi i Renit. Patjetër. fare për të skenën. Unë këtë pjesën dhe dakord. skenën fjalimi atij Eksakt. ajo është ai flok verdi se s'po vjen. Rainer. Ervinit. Jo Ervinit. Ervin ishte Ti ço për luft my soldier race. Ajo ka qenë Ai, pjesa Soldier Attack. kur i thot e pyet ai më i pa afti që ka qenë aty se harrova se ka pasur. Flok, më duket se ka pas ai, flok. I thot, po mirë, i thot, ne thot, kemi më shpëtim. Jo, i Jo, thot, lale. "Domethënë, si të kthehemi mrapa, tha, si të hikim para, tha, do vdesim. Po, e tha, i buzëqeshja edhe i vërsula. Para çuna. Qa para çuna ma, do ishin Ka lezet. Raket. Ajo ka qenë skena më epike dhe për mua ka qenë në gjithë Attack on Titanin, ai ka qenë piku për mua. Jo, se ka. Ja, ka pas. Nuk e di se ndoshta si kam Nuk e pas. di. Sezonet e Është fundit skenë nuk epike, mund ta do të Lufta Lale, e ishte shumë. Levi't me vllajën e Erenit, u harrova më tani. Vllajën e erë. Po, me Zik, po jo, Me ajo, Zik, okay, Kur dakor. ishte Beast Titan, Praktikisht e njëjta skenë më që vret Erinin dhe vazhdon. po pra janë një seri bashkë to Po që skenë janë. epike është ajo kur infiltrohet Ereni, futet te këta Marlit edhe shkoi ha atë në mes fjalimit Samaron. Poshtë bodrumit, edhe ai mban fjalimin ai tipi që whoever the fuck was that guy. Ai ishte se që ishte një ndër këta Ai kështu. ishte si e dirama këtu pak. Edhe Ereni që fton poshtë, fton Reinerin në bodrum. Jo, e gjej aty e zaptoj me cep. E mori me atë çunin e vogël, Po, harrova me me- atë çunin e vogël tani. Që ishte shoku i Nese, Gavit. që ai që merr atë Që, Titani tjetër pastaj. E ftoi dhe ato i bën një fjalim shumë të bukur. Ëhë. Pastaj kur ky i thot ne i shpallim luftë Elder, e kanë pas ta si e kanë pas Dhe ta. Elders, po. Sa po thot atë fjalisht ndërrohet Erenin Titan dhe kafshon atë. Bo qa skene plaku, nuk e di si ti sugjeroj ti shohësh prap. Ndoshta më ndoshta se nga që un kam Dhe kam parë ndjes, kur ka dalë E di atëherë. kush e bukur kësaj gjës. Më thuj. Se gjithmonë kemi pas të dhëna në episode, po se kemi kuptuar kur. Pra që Ereni shifte veten në të shkuarën bashkë me Kjo ishte një Zikun. lloj Kjo lëmshi. është- Kjo është shumë e bukur. Kjo ishte një lloj lëmshi. Kjo u bë mix kur mbaroi sezoni 3 që fillon sezonin e 4 që e bën me filma me Ky është problemi Nuk- kur merr këto animet e forta valla. Nuk u merrte vesh edhe u bë mix sepse ky lëvizte para mrapa në kohë filloi po jepte Grishën, çka kishte bë ky te familja Reisit që i kishte hongër gjithta, pastaj shkonte prapë te Ereni, pastaj kthehej mrapa te Ziku si ishte rrit. Se po të lexosh mangën për shembull, manga i ka me faqe.
Ti që lexon mangën vllai ki vend special në ferr. Kupton Është e krahas vërtet. Luciferit i ti. Po më aty ti lexojmë bashkë. Kupton bravo të dy. Po inshallah ka Shumë kjo koleksionin. dha ty pas spoiler valla. Po normal o që të shkputet për 15 vite edhe 5 vite edhe për 5 vite ti do rrish aty si klufet shikosh atë Se çfarë për ndodh. 5 vite bo Ai, vetën ti. Tani fani se më kujtua. Eh. Po emri The Devils of Paradise. Sa perl që është. Sa i bukur është. Shiko, kjo ideja e ishullit, me thon drejtën, Ka që Këto që nuk janë ishin shumë as ishull, me do të mur thënë, pra me mur, po. ideja. Ideja e murit është pak a shumë vlla si pjesa e kësaj të Arkës Noes. Kupton që i veçun të Jo, krijesa. jo, E unë vita pra vur. shiko, un kam një ide më të lezetshme se këtë Se po na hapjen del për si gjithë ishulli e Epsteinit. para se të manevrojë. u hashin dhe aty. Se këtë Salqice. Nëse ma bëj pjatë makaron valla. Pizza. Su gjuku. Tyre, manjak. Unë them ta bëjmë kështu, megjithëse e bëm prezantimin, kalu nga sezoni i parë, 2-3 zbritën prapë të i pari, ti fusim një kështu publicitet edhe kthehemi me pyetje Ja, pastaj. para se të fusim me publicitet, llaj, ma lag çik rrylin ti aty se kena marrë ca një entrin e këto, po ti shifni. Shumë bukur ato. Shumë bukur ato dizajnet. Vetëm Alba Game ka lale, për zot. Unë sëra është dakord me One Piece-in ka saba, po këtë m'lan, a kuptov. Tashi, unë mora vegjitën vllaj. E gjithë na mora unë bëra gol se vegjita është preferuari im të Dragon Ball. Si ja prishin dot ftumin dhe ju çfarë të paktën po na leni ne zijena se ka për ju pa e sap lale. Neve kaq na dha, neve kaq e shu bom. Të skemi se po ti tash ja thajm stokun. Nese, Opa. nese. Kultup. Ka sapo Gjithsesi, me prit. një promo të vogël. Pra. Po se i si harroju. Mazuni, Me si një promo të Mazuni. vogël Shadow 25, shkoni atje, merrni kët, merrni një tjetër, merrni një tjetër, merrni një ulje e ne jeni në rregull. Apo jo? Laf e ke. Shif në pjesën e dytë neve bashk, edhe do ketë akoma më shumë sherë se jam kariku tash. Sa ka fillu? Shadow Clone. Erdhëm prap, ram qik qetësi se nuk na lishin debate se Arlini ka atë shpirtin e kundërshtarit që zbo. Kam që i bëj vlla. Më fal. Ja, shiko. Do të thënë është e vetmja anime që ti nuk gje do t'i sken për të qesh, do të thënë i vetmi rast është ajo të hongër patate që mund të qeshësh, po dhe ajo po hante nga varfëria. Kështu që S'kem për qeshe. Po ti ke ata titanet që ecin si pianeca lale. Po ajo është e bukur. Janë pallakat komplet. Po ja, i thot llaj që s'kena për qesh. Po ajo është e frikshme. Po nuk Kur ka e shef që vinë nuk ka humor, siç mund të ketë për shembull Naruto që ka gafa budalliq që llapen ato buzë në buzë të dy çdo 7 episode. Na hape barku. Tur do të vi se je edhe me agjirim. Lanet. Ja zëk. Do ma përmendësh çdo episod do. O ma e me like kështu këmbë. Në 2 javë këtu je. Foli mas mezit marsit. Ka disun. Priti çik tash se a kena gjë më mështu apo? Shtoj unë ty më. Nëse ti të qeshësh prapë, si mund të qeshësh me Attack on Titan ai qesh. Hajde gjeti, vetëm qesh me filmat horror. Nuk e di. Ja. Do tregojmë histori pasaj po se harrova, po gjithsesi. Xhama të pyesimi çik ty për një dy gjona, jo vetëm për Attack on Titanin, po unë ndrova bluzën, se po e shoh tash konvertove tamam tash. Beast mod. Si të ka nis ty me anime, valla, se unë e di që ti je apasionuar shumë me sportin. Tani si ka nis. Dgjoj, unë jam datlindja 2000. Po mi çapatë që thash 2002 sipër. Pra, miku tem, unë jam nga i brezë që kur marrëshim shkollën, shkoshim para televizorit, hapsha ato kanalet se përmend emrat për reklam. Dhe kisha me radhun Naruto, Mila dhe Shiro, si përmend Oli dhe Benji. Ja, po them kush jete. Naruto, Mila dhe Shiro, Oli dhe Benji, Detektivi Conan, ku di unë Naruto me qera llafe, ta përmend çit. Se kom pas shuhall, ai që e jepte atëre, 2 sezone radhazi, e jepte deri tek momenti që vinte testi Chuninit kur vinte Sasuke për të përballë me Garën. Po, derisa u blen drejt. E ndërprete fonte nga e para, ose ka ik truri atëre. Ky u rrit 4 vite veç ty pa. Vetëm të prit atë, unë shtorkoh shumë. Jam i sigurt që ato 2 sezone i njeh super mirë. Edhe ato nuk e pash më kur përballë me Gara me Sasuke, pa vetëm në online, pas në internet. Po. Yu-Gi-Oh pastaj e.
Ju krijon në jetë të tjetër, për s'pa përmendim. Po, pikërisht. Kështu që me këto, pastaj ka qenë kjo, ma ndihmoni pak me emrin e asaj që bëni gara me makina. Oban gara Me yjeve. makina, bravo. Pusa i bukur ka qenë ai. Qa ka qenë ajo, lale. Super, po futboll galaktik pastaj, më kujtohet kjo. Ja, për ne është Te jep te tjetër po. Stege vjetër, lale. Ka pas shumë, ka qenë shumë bukur. Unë me këto e patanis domethënë, me këto. Archie, Rocket. Rocket, ai ka qenë i lezetshëm fort, që ishte me skuadrën tjetër me flokë të zeza. Apo e Smoke. Ai që ishte si keq, Po pra, po si e ka pas emrin, Smoke ka pas ai. Grup, domethënë fuqia që kishin ata e kishin Smoke. Varet se angjisht domethënë ka emër tjetër. Ka qenë ai portieri shumë i lezetshëm i atyre, që kishte atë problemin kardiak, problemin e çfarë problemi kishte? Po, kishte problem kardiak. Edhe te Oli dhe Benji kardiak edhe këtu. Jo, vllai, futbollin ale ta vëgjash të ndorë në zemra në fush. S'ke çaj po. Po. Domethënë me këto, kurse ata këngëtarët kanë zbuluar më vonë nga gjitha. Na ka pas sugjeruar një shoqë me thonë vërtet, ajo shef shumë ani me kështu. Ajo më sugjeroi. Unë këta i njofta në kohën e Covidit, pandemisë, kur u mbyllëm shtëpi, aty fillova unë tu i pas ka pas gjithë për herë 5 episode, 4 se. Tu i hy fuqishëm unë këtyre animeve, aty pastaj sidomos ata këngëtarët, aty pastaj shijova tamam. Po të qarat që kanë bë këtu, tani do themi të vërtetën, të qarat që kanë bë këtu për një ca episode. Po edhe ke Naruto pastaj nuk krahasohen me asnjë tjetër. Unë përveç këtyre animeve të famshme, vetëm që mund të kem qaka qenë te kjo me Thorfinn, që ka Vinland Saga. Qa më ka bo me qaj. Tani unë kam qa tek fort kam qa edhe kur fort kam qa kur i thiu komod dhe durët gara Roklis. Ua, shloj të qa me aty. Unë e m'ngelëm, jo se... Ka sa pa kthej sekondë të faleminderit. I vetmi moment që kam qenë te Naruto 2, se te i pari kam qenë i vogël, e kuptoj, bo hesab ti ku ka qenë episodi i parë i dytë kur e trajtoshin Naruto kështu, e kapë hidhshin te, kapë hidhshin ne. E kuptoj kur e lante ajo kolovajse çai thon aty dhe. Ajo muzika. Si beti ushqimore të trupit, aty pastaj kur e pash si gjenof qava në unë atë. Dhe rasti dytë ka qenë kur vdes Kurama. Te Boruto më. Po, te Boruto, s'ka lidhje, thjesht skena kur vdes Kurama. Është epike, është epike. Flashback sa 20 vite tjetës nuk shumë me Se Kurama. mos keni qa, po i tani, s'keni qa kur vdiq Asuma e ka pasaj, Asuma? O, bo qaj bo. Falenderit me kujim. Lotët të rëke. S'ke qa kur vdiq Asuma? Ta dy kam taku para se nuk e ka ditë shonë se Lale t'ishte e mundur, vllai. Azuma është personazhi i preferuar, vllai. Next tatu, kuptoj që do jetë Azuma këtu te krau. Pa mirë më unë nuk qaj aq kollaj se ajo vdekja ishte e rëndë. Ajo për mua është vdekja më e rëndë se po kalojmë. Akmarja e Shikamarut, epike. Nuk shife. Urdhro miku, si po do të kanë detaj. Urdhro, tani që flasim. Duhet çakmokun kështu si se s'po i them në epitet. Dhe cigare. Ai jo po jam zoti unë, jo po zoti Jashin ça nga trota ai. Ige drejshën e fapa. Perl. Ai si dëshmitar të Jehovah, që sa rimbon Jashin Jehovah. Perl ishte ajo. Nuk vdishin ata, duhet keni fare drejtë kur më në thellë. E ka futur. Po tani logjikisht ai tipi është gjallë, po thjesht në rënoja. Po. Domethënë e kanë kapë, kanë bos sill me shumë mundësi. Ajo bë konserv tash më vetë vajis në kryp për të shënjë. Është bos si marmalat. Deke Asumës të çara Mari ose pse po kur ta flet me babain dhe maman për herë parë Naruto te lufta me atë. Pse s'ke qarti aty? Jo. Turp të kesh. Nuk e di, plako. Po jo më çfarë mund të bësh? Jo, jena ne shumë sensitiv Lale. Ka jeti me origjinë? Me origjinë nga Çarshova, Leskovik nëse e di. Okej, po. Me origjinë. Mirë, ti ke afër poshtë. Nga jugu, Nuk je nol. Afër ladhas. Më nuk duhet me tash a çajta më lart çfarë bën ne? Atë çarat e Naruto kanë qenë shumë. Darko zot nuk çaj ku vdes në Europë, kam domthon çaj për mrejnë, po s'del loti kështu, çfarë bën? U luhatan çik kur vdiq Nexhi, tani që kujtohet. Nexhi. Ja më se Nexhi vdiq jo për punë sekonda, është në makina më rëndë. Çika ronde, jo vdiq Nexhi, nata ja ka dorë Narutos. Po pra, vdiq o vllai, vani më lef Xhajës, o goca. Lef kushos. Diçuni Xhajës mi. Ta më çkeve më unë jam gjallë. Po shumë epike është ajo skenat ke Naruto. E shoh edhe në për meme atë kur when the boys become men's, kur shkon çunat që me shpëtu Sasuke në herën e parë. Që u bë Shikamaru, u bë Naruto, u bë Choji, që ndeshin me ata të Orochimaru. Po pra. Super episode janë ato 6 episode. Ka pas, po pra, kanë ndonjë këto kavit e fshatit Tingullit. Fshati Tingullit s'kishte ekzistuar kurse e krijoi Orochimaru. Tingullit është na falin për shprehje si Bathorja, e vron. Këtë zonë. Po të sjapër. Po e kishin ca personale të lezetshme ata. Shumë. Ora ka qenë
Pra, Naruto dhe ngerit OP vlla. Nuk ka pas Si kam mungesë. përfund Naruto në Roklin. Nuk e di pse vdes për atë rob. Po. I sinqert, Kishim tonin punëtor, për zotin, i vllai, dashur. do ta ngulte. Çdo gjë valla, I paft. si paf më. paft. Jo, përkundrazi. Ja. Super punëtor. Pra ai kishte një problem, që nuk kishte ma kuptova Po, termin. nuk ishte Çfarë quhet ajo gjëja? ninjutsu. Ninjutsu, genjutsu. Por çdo gjithçka e gjë kompensoi artë marciale. Gjithçka e kompensoi me punë. Me taijutsu. Dhe është super personazh, vdes për atë. Do ta bëj tatuazh ditë, po kur më hapi truri. Edhe Erni një lloj si Roklia, vlla, i pa hapsi. Erni, Krau ka dëgjoj. çdorën Dëgjoj tani, se Për duhet- rëvje se ka shërë asnjëherë, Na vetëm falë, një herë a kemi piu. prap këtë tajton një minutë vetëm ju lutem. Po, Erni si përfundim për ju është protagonist apo antagonist? Se aty është Antagonist për lëmshi. mu. Unë për mua është antagonist. Se ky kthimi në fund, miku tem, se ti e ke pa më shumë. Dakor, Tani është momenti që antagonist, gjithë sa logjikisht të duk, ti unë isha kundër kësaj që Ereni që luftonte për Mikasën, armin e tjerë, në fund ju kthin kundra të gjithë dhe donin që shpëtonin botën. Një botë që këta ishte sulmu. Unë isha me Ereni këtu vdekje të gjithëve. Shumë kanë qenë gjithë aty lele, po prap, unë Një mendoj se sekond, është prit, gabum. ta morëm me radhë që mos t'i humim këto Po. pyetje. E para, na e the se si fillove ta shohësh, të heqim këtë se i bëjmë reklam. Na e morëm vesh si fillove ta shohësh. Ishte kjo hiq këto të fëmirisë Dragon Ball e Conan, ishte kjo animeja jote e para apo kishe pa edhe tjera ndërkohë? Domethënë paralel me këtë. Unë ku kam pa këto fillimit, domethënë që i kam hyrë kështu, ku kam pa këto fillimit, Dragon Ball, Naruto, se disha ishte anime se jo. Asnjëri si dinte atëherë më në Yu-Gi-Oh ne dinim filloshëm kukulla i thosëm gjitha. E kupton? Kuklla. Kjo ka qenë normalisht, po kjo ka qenë anime e parë që unë e kam pa kështu si duke ditë që është anime, duke ke parasysh? Si i rrit. Për kuriozitetin tat, edhe për mua ka qenë anime e parë, domethënë kur i hyna kështu fatmirësisht, fatkeqësisht. Po kam pa shumë tjera mbrapa, pastaj ka qenë sezoni i parë, mos gaboj, kishin dalë 3 ose 4 episode, detyrimisht unë kam prit javë për javë dilte. Faqe pirate se s'kishte legale. Kemi thjesht Vitet çdo të martë shumë për arsye edukative. Duket se çdo të martë. Sezoni i parë Ose ka diel. qenë të premten ose të shtunën, mos gaboj, gjë e tillë, pastaj janë alternuar sezonet në varësi se si ka Ndoshta nga me Dragon se Ballin. kur kishte Dragon Ball për shembull, ndoshta. këto ishin Po që te fry. ky platforma, jepe se ndërpreva. Jo, ka që mbyllon. Okay. Te kjo platforma që po flisim neve pak më përpara, po shifsha më rom, kote hapo për nostalgji. E di çfarë po jepeshin tash vëlla? Naruto. Dragon Ball, Shpete Dragon Naruto, One Piece paralel, like këto kështu treshe, njëna mas tjetrës. Dhe Naruto ishte fiks mu te momenti xhirajes me Painin. E pa dikush ishte bukur. Edhe aty kam qas, harrova. Qamet. Dragon Ball është ku vrasin Radisin, sa janë pjekat. Jo, tash më duket E pas e pa hor. tash s'kam pa më. Tash sa kanë vra Napa, se Radis ishte javën e kaluar, se hapin ka 3 episode. Napën e vret Vegeta, po. Napën e vret Vegeta, pa Vegeta. rrafin këta, hy Pico, Princi. Gohani, vdesin këta të padobishmit jam çaça. Ai është kriju vetëm për të vdekur. Jam qa vdek dhe gjallë. Edhe një gru që e kishte ja bën gol, po gjithsesi. Jo më edhe të sjarojmë gjë. E para punës i hera ai e tradhojet, e? Jam qa bulmën? Po. Me këmo. Se keni, sa të vegjë se keni pa Dragon Ballin? Ju e kena pas zogu, po se ma i mend me kë. Me atë më që shkonte te Roshi, ajo që kishte ndryshim personaliteti, që i bonte herë Qa flokët blu, thuti herë. më? Po. Me atë flok blu? I pëlqen Se kur harrova ishte si të kishte bardha. emrin. Harrova e. Edhe vogla? Jo, Jo, ajo më me ka flok qenë- blu, sa herë të Pastaj me shtite atë boj, ose vogël. gangsteri që gjute me revole, ose ajo që ishte kështu Ajo e delikate. vogla, pastaj ajo Pao që ka emrin, ajo është lodër seksi për jam, se s'u bë më. Po më se Ajo më shumë duket shumë si ishulli, ai është fiks ishulli e Pshtenit sa e ka ai. Po nuk e keni- Me Roshin aty. e keni patë superi për shembull para se të fillojë turnamenti. Edhe i thotë Roshi jam që s'ma jepi çop herë këtë i thotë këto fiksime. E di që do besele. Se s'na ka Ta dalë ngryj këto ditë. qametin. E Da, merr është- Roshi atë, e jep edhe skenën aty që çanot, domethënë kështu nga dritarja, edhe del pasaj ata tash jam. Opa, del me muskull Roshi. Ça musum aty u prej gjunjt. Nëse prapë Na futet muhabet fort. Ja, këtu Tu është. O smaron vllai, disi shko kështu gjithmonë vlla. Ne themi flasim për një, po gjithmonë përfundojmë në të përgjithshme. Është Po, e pashmangshme edhe. Okej, lajmërim zyrtar. Nga sot e tutje do flasim për anime në përgjithësi. Do majmë një kryesore, po mos na mërzisni kur fillojmë të hallakatemi. Ka pas në i pjesë tuk Dragon Ball tani, kujto çik. Pjeshke? Në Kiki më. bulma. Qa kiki rifte Gokun, ku Fix pa pra, kiki. Ajo. fix pra. As Çik buan, nuk është me independent. pjeshke, Ajo jo. ajo nuk është pjeshk, ajo është dardh nga ato dimrit fortat.
që s'ka thik që e pret. Androidi 18. Që Android ma ajo do vajis do 3 ditë, ta mash mirë. Kur bo kilometra e ndrojnë vaje filtra saj? Qa thu? Po gjaqi me krurin një nuk se ka nevojë. Inshallah s'ka ne fashur piston vllai, hajde ku t'ja morësh pasaj. Ose, si e ka bo fëmijën e ma, thil të këqelë po pagall. Me krurin një vallaj, dyshoj që mund t'jetë po në mënyrë natyrale. Mund ta ketë bo vetëm me sferët e dragojit. Po pra po, I kam bler krurin në shkret. ndoshta jo ka me punë e, që dragoj se sferat vallaj. Për te shakave, se pavarësisht se këto ishin Android, to ishin prej mishi. Jo, pritse. A kupton? Shpreh dëshirën krulin aty që të bëhet njeri. Kur më? Po, ma ka menu. Kur është detonimi mbasi vritet superi. më thoni 100 herë mos e shikoni Dragon Ball Kai, mos i ka jashtë gjithë to fillerat. S'ka as Goku kur merr patentën. Ua, si ka qenë ajo, lale. Me Dos me fleksioni në çun. E kthe kapelen mrapsh dhe janë këtu. Se pasën pau në skët. Oh, Se ke ja pa be. kajm, Se bre, këto s'ke pa s'bën, letrat. do lloj gjonash janë. Ja, për këto flasim ne sot. Shtyp fleksioni në re. E ka qenë lot. Pjesë tjetër vallai s'di, me thon drejtën. Janë këto Pjesë më të Dragon Ballit janë të s'ka pas. superit, të superi. Janë të superit. Kjo videli është kështu petite, e vogël, e imët. She domër vide lirë si buk me vete. Videli ma kutoni pak. Është nusja goca satanit, nusja Gohanit. Gohanit. Ajo është e vogël. Ama e shumë. Ajo është e treguse. Tash i Prej tani. Ajo. E pështejmi. Jo. Ajo tek qërim planet me Brolin. Ajo jeshilja. Kjo tash je Cilaj. çilaj. Ajo jeshilja është nuk është Se është treguse. treguse dale, Po, apo jo, kurios ta kështu. Se ja jep aty te kur shkojnë ne, ajo Ania e jep i çufap, i shep. I eri studion, A ajo janë këtu janë. Po pse më ke atë perëndeshën o vlla? Po ku Te marrën? turnamenti. Po, ajo si Kleopatra. Ajo si Kleopatra. Kremoze, ke çokoladë. Keni Qa edhe do hiti më? pastaj që ka çik dizajn çuditshëm. Hiti? Hiti. Hiti lale për mua është karakteri më, nuk e di Synet, çfarë të e? them. Po. Po, synet. Edhe në lojë ty të rraf me atë vlla, dhe pse se disha me e lujt Le se na bon meme. Zero. Le mos Me hitin i kam punu zbor, lale. na bonin Laj do të dynë me, na s'ka bonin të me meme. thonë. Na bonin meme. Prehe këtë kasapë Ja, ja, s'ka probleme. Lale, për ty kush është anime jote e preferuar? Është këtë duhet. Dgjao. Historia. Top 3. Po, tamam top 3. Top 3, tre, se kështu vetëm një. Kështu do të Attack on Titan është turp. Po pra. Naruto është i pari. Ja. Pra. Ka histori, ka personazhe, ka O, gjitha. ka fol me Arlinin ky se s'ka shpjegim. Jo, Naruto është i pari vlla. Histori, personazhe, ku te beteja, çdo gjë. E kanë egzageruar pak që i kanë bërë me ca alien tani se Brutën se kanë pa unë, na thonë vërtetën, i kanë Ma bërë. mirë. Kam bërë super cold të të. Jo, mos është super kot. Pra, ka Pra, histori. këtë, Ka shumë tani, filler apo? që t'ja ushtrojnë që unë këtë One Piece-in se kam pa, këtë Demon Slayer-in se kam pa, që më thoni Okay. psile, ja, ashtu kafsh, se kam pa. Okej. One Piece-in se kam pa, se kam gjyshë ka një 2000 seri, sa ka? Jo, na, do 1300. shkoj 2000, po Ka shumë, do pra. na përcjelli që të gjithë E, dhe ka shumë, me hyta një unë i bje stafin marrë e mas vetë 3 që vitesh. dublon të i përcolli gjysmë. Ah. Mirë, për posa qartë. saj, më fal se Vazhdo, mbaroj vazhdo. të themi gjë. Jo, vazhdo, mos harrosh, do harrosh pastaj, se unë Jo, vazhdoj jo. prap. Vazhdoje. Mirë, okay. O, dalale, e pe qa boni? Mos e kemi të lajmet. Okej, Len. mirë. Ah, sa bukura. Rini për të Pra, shadow Naruto i news. pari pa diskutim. Tani, më ka arritë, por nuk ka që Dragon Ball i dyti. Më ka arritë, nuk kam që bëj. S'mund të thush Naruto i pari, Dragon Ball i dytë. Pse? Se? Ka më histori të bukur Naruto se Dragon Ball. Nuk ka Dragon lidhje, Balli ka nuk ka- thjesht Goku që s'ka ç'a bo. Nuk ka lidhje historia fare. Jo. Dragon Ball, e dikur është i bukur vllai. Gjithkohës. Jo, Po. te GTA është piku. Pa lemër GTA. Se GTA ishte projektu për fundit në Dragon Ball, pra këtu do GTA myllet. GTA ndryshe Po, nga erdhi the ato. government e tha i vllai se po na marr çik si gjysmën e treqerekun e GDP-s shtetit, vazhdoi çik garravitja aty. Nga kirës së ndier, Shiko. ja morën shpirtin. Tani jo se jam un fan si Dragon Ballit, domethënë që i ve para këtyne dy. Duket se ke vesh dhe bluzën e Gokut. Ke superi e ke. Qojeni episodi 276, është ja Ja, fut pra. krulin me gur. Jo kaja, jo ti. Nese, Dragon Balli është diçka tjetër. Dragon Balli nxjerr një episod çanor. Domethënë kur doli Daima që ishte për mendimin e lezetshme deri Daima Skandaloze. shkon me to që u bën fëmijë. Shiko, po ti mos e Po, shif po, dublumë shqip më burr. Ska Nese. lidhje vet. Pse është skandaloze? logjika. Tani Daima zbulon diçka të re, valla, një super gap, ta bë dhe Super Saiyan 4 ta bë canon, e kupton? Lele, ato të Diamonds janë sa i Funko Pop të Alba Games, zogu.
Dakor? Kaq janë, kaq. mirë mos. Vetëm dajmë vetëm një gjë të mirë bërshin edhe dizajnin e Vegeta Super Saiyan 3, se kishin pa. Këtë të mirë boni që e pa më në fund Super Saiyan 3 tamam. princin ton. E para punës i heri dha një super shpjegim pjesës tyne mazhinëve që nuk janë të këqij overall, se e ke parasysh kur thot demon, domethënë ty në kokë shkon gjithmonë ajo ide që këto janë vetëm vrasin e të presin. E dyta punës shpjegoi se si krijohej mazhimbuja, edhe pse mazhimbuja ishte një ndër më të fortë se ishin Lu, Du, Ku, Mu, që janë këto me radhë të alfabetit. E vërtet. Mazhimbuja ishte më i forti. Buja ishte i dyti më i forti. Au, supozohet ishte më i forti. Po se nxjerrën dot se Leli. O ishte i fort Xhireni kishte? Po, Xhireni. Xhireni edhe prapë Rafi Goku me 7000 transformime. Po duhet të kuptosh diçka se Majin Buja për shembull ose Kid Buja më saktë, i vret këta kur ishin tok, i shkon në Afterlife më para, si kërkon i vretën e herë atje prapë. Kuptoj që aq i fort ishte. Për zotin, ky Majin Buja më duket se ky pronari UFO burgerit. Të kupton se i bono zbër tyre gjonave. Mirë më ti si dush, po. Se cili Majin Buja ta sjarëm se janë 3. Se janë një 3. 4. Se 4 Kid Buja, po. Kid Buja. Ato që transmeton Tash unë e di që ty duket si ai mesmi, po mu më duket si ai ish noshti. Ai që atë akullore. Ti me cilin sy e pe me atë me xham apo me atë pa xham? Ne do të jam me këtë si ke numrat e saj. Jo, e kena fix, tash ja vaji këti se Po pse? tash po e pa tu ska burgera se më falni. E bëra. Ups, I did it again. E ka bo rrugë. Kështu që episodin tjetër çoku mund të shihni në një vërdall. Ai se folim. Patatet i marrë gëhorri. Dhe vend 3 për mua Attack on Titan. Okej. Më pëlqen goxha historia që ka. Nuk pëlqen fundi. S'doja që të diste Reni, s'doja që Thuhet që do rikthehet. Jo, nuk do rikthehet, po thuhet që ky nuk ka vdek. Erni. Po, sepse Erni logjika është Erni tash arriti atë nivelin që është bë plum. subconscious, siç u bë Ymira që i dilte këtu në përkujtime që lëvizte në kohë. E kupton, domethënë ka arrit në atë është stadi. në përkujtimin Fizikisht domethënë trupi i këtij ka marrë punë, por psikologjikisht ç'është kjo llafja tjetër. Po pra është kjo logjika që mbasi mbaron tu me kokën që e kap kokën Mikasa, kthehet prapë aty ku filloi. Po, pra që është Ereni i shtrimë Mikasën që thot pash jo ndër të keqe, kthehet prapë aty ku filloi. Kjo përsëri pra është restart nga zero. I ka shumë ndërlikuar apo i ka të bukura fort këta. A ka plot twist histori, ka sa dush. Ka shumë bukura është që ta shohësh këtë, domethënë ti duhet morësh lapsen e letër, duhet duhet t'i ulesh nga episodi 1 dhe ta shohësh prej fillimit deri në fund, se kur pretesh e dhimbshme. E di si është kjo që më ngjan mua me një serial tamam realistik, nga stili më duket si ai Dark, vëlla. Ke pas serialin Dark? Jo, seriali ai Netflix po thu. Nuk e di, po Netflix po. Dark. Një lloj lale. Se edhe ai e ka me 33 vjet para, 33 vjet mbrapa, edhe ky vdes i herë ngjahet 2 herë, start the journey from a different checkpoint. Kupton duket si këta avlla. E ka lënë kështu checkpoint. Unë humban çik fillin aty kur u bë këtë kalimi nga që u vënun ca episode shumë, që u vënun ca sezone. Sepse ta shpjegojmë pse hum fillin, sepse te manga për shembull, ka shumë më shumë shpjegime, detaje të vogla se ç'a ndodh te këto Marley para se të shkonte Ereni atje, e kupton, të hynte si infiltruar. Domethënë manga është pak më e zgjeruar dhe është më e rregullt. Kurse filmat kur kanë dalë, problemi është se këta që i nxjerrin për shembull faqet pirate, nxorrën pjesën e dytë para dhe pjesën e parë dytën edhe ca episode dhe u bën lëmsh të emrat. Edhe shumë njerëz e kanë pa back and forth gjithkohës, domethënë kanë pa këtë episodin për prit se po mungon diçka. Domethënë unë që kam pa mangës mbonte sens. Edhe te manga për shembull shpjegon shumë te Marley se kur i shef këto nga jashtë, gjithë ta që vinin si ushtarë, si titan që merrnin fuqitë, praktikisht ta ishin si puna këtyre që ishin te ishulli, ishin praktikisht përsekutuar. Po i shërbenin kauzës së Marley, pra ta merrnin fuqitë për të bërë këta ishin të vetmit që mund të merrnin fuqitë sepse kishin gjakun që i trashëgonte Yumirit, edhe këto të Marley këto, domethënë ishin kështu si lagje ghetto, jetonin diku tjetër dhe thonin që nëse ti do të marrësh lirinë dhe familja jote të jetojë në të njëjtin stad. Do t'i shërbesh Marley duke u bërë kjo. Praktikisht nëse doni ta banalizojmë, ishin si komunistët dhe kulakët e kohës së Enverit, që disa përsekutoheshin edhe kishin roje mrapa sepse kishin sigurimin. Jo, ç'a quaj ajo, kishin kështu njoll në biografi. Në biografi, faleminderit Olgë. Edhe këta tjerë fascizmit, edhe i detyronin që këta domethënë të merrin fuqitë
duke sakrifikuar jetën e vet se ty të 13 vite Ronin, sa Ronin? 10-13 maksimumi 15 vite Kur në bëhesh varësi kështu. Titanit. Fillimi fare ka thënë 30 vite dhe ka qenë një gabim se u bë si ajo over 9000, sepse kur ka dalë sezoni i parë, thotë që ti që e merr këtë fuqinë, ty të bëhet jeta in half, sepse gjysmën ta merr Titani dhe gjysmën e merr ti, edhe pastaj e kanë bërë 13 vite sepse si bonte sens historia. Domethënë kanë ndryshuar si ajo over 8000, over 9000, po s'u vendos kur, po 13 vite e lanë. Edhe këta domethënë detyroheshin. Se kuptoj nga 13. Mund të ketë qenë dhe në gabim anglisht, po unë kam lexuar me titra. Dragon Ball Z, valla që i kishte shkruajtur dysh, ata e kishin bë Z. Jo, po, ka qenë e shkruajtur nga dysh nga Toriyama dhe thjesht ky gocë që bënte këto pjesët e grafikave, domethënë që do nxirrte këto kopertinën e këto e boni Z. Po ka shumë herë sipër. Ka cili ishte justifikimi i Toriyamës, sa thosë i boni ABCD, e bona Dragon Ball Z, thasë është letra fundit e alfabetit me demek myllje. Po, kuptoj, aty ndërkohë i kishte ra Tori 2 herë me laps aty e kishte bësh garavin, se si kishte da menja për çfarë do e bote. Nëse më fal se ta ndërpreva, po që këta ishin të përsekutuar, domethënë i merrnin dhe i detyronin që ti merrnin, domethënë i çonin në ushtri e shikonin kush mbijeton, domethënë është super masakër se këta i nxirrnin para plumit praktikisht, edhe kush shpëtonte merrte fuqinë e Titanit dhe kalonin si thon, ja kalonin shumë this, kushëri mas kushëri, e trashëgonin. Edhe këta që kanë ardhur në fillim te ishulli kanë ardhur pa dëshirë, thjesht i kanë marrë, i kanë hedhur aty plup, edhe i ka thonë duhet bëni këtë emision. Edhe më fal, mbaroja. Tregon një pjesë te manga për shembull që nuk e jep fare te anime, nuk përmendet fare. Është pjesa kur Grisha martohet me këtë tjetër. Me gruan që ka te ishulli. Me gruan që me këtë të parë, me këtë bjondën që ha mamin e Erenit. E kupton që është Titan ajo që ha në episod parë fare, është gruaja Grishës. Po, e di. E ke në anime atë. Po se ke këtë që të them unë. Dhe tregon komplet historinë se si këta martohen, se si ky Grisha që atëherë ishte kopile dhe u fut, domethënë ishte do bonte grush shteti me pak llafe. Domethënë kishte këtë organizatën e vet dhe nuk e di se si ndodh që në anime se je për shembull, që të dy fëmijët e këtij, këtë Zikun dhe motrën e Zikut, i nxjerrin këta të tjerët jashtë edhe i çojnë dy policë, domethënë i çojnë te një kështu, te një zonë ushtarake. Po, e mbaj mend. Edhe këtë gocën e haqeni dhe po e ke në anime këtë. Dhe tregon aty se çfarë torture kalon Zik, edhe domethënë sa rrafin e mthet thashë varri gjitha këto. Edhe si e largojnë nga familja, pastaj mohon familjen e vet të gjitha këto që dilte kundra këtyre. Pastaj tregon edhe vujtje psikologjike që përjeton Reiner me Bertolt kush kanë aty te kampi, ëh. Po, që nisën shkollën me mision, pastaj kupton rrugës që ta që kanë Sinella nuk janë për binça, na kanë e ke parasysh? Po se praktikisht ata ishin e njëjta racë. Po. Ata nuk e dinin sepse ishin në ushqim me ide të tjera, këta ishin pikërisht, pra tregon manipulimet, i tregon gjitha. Po mirë, çfarë mendon se simbolike mund të ketë kjo Titanit? Nuk e di. E ke menuar herë? Jo, fare. Sikum hija ashtë fare. Si pjesë e rebelimit, po, pse kthehen Titan? Nuk e di fare. Ke menuar herë ti? Nuk e kam menuar, po me çka kam dëgjuar unë, domethënë sipas këtij krijuesit Attack on Titan te ku është bazu ky është ta thash te Ymir që është krijuesi i gjithçkaje te. Po mos se ja ku e ke, edhe ai ishte pema e te mitologjia norse dhe Ymir ka qenë Titan. Po e di, ka qenë i madh. Ka qenë i madh dhe kishte puti kokën. Ai thjesht vendosi të vdiste sipas këtyre, sepse Loki sakrifikoi. Domethënë Ymir kishte shumë fuqi të ndryshme dhe sipas mitologjisë thuhet që Loki sakrifikoi syun e vet për të marrë një fuqi të caktuar. Jo Loki, Odini, në fakt. Odini se Loki ishte Loki polli Jormungandrin dhe jo Loki vet, po nuse Loki. Loki praktikisht thuhet është fëmijë i Ymirit sepse është trashëgimtari i Titanëve. Sipas historisë. Është ha debat kjo pjesa se mos t'i futemi se po hyn te nordikët, dalim ke grekët pasaj dhe puna Skënderbeut ishte shqiptar apo jo, po nëse. Lekët mohabet tash. Ti mendon se kanë simbolik Titanët apo s'ke menduar? Patjetër që do ketë simbolik. Për shembull, pse e kanë pikën e dobët e qafa? E keni pyetur herë? Kanë këtu mrapa. Po bravo, sepse këtu e pozicionohen. Pse pozicionohen këtu? Sepse aty është i gjithë aty bëhet ndarja midis logjikës edhe fizikës, domethënë sistemi nervor edhe sistemi fizik. Domethënë ajo është një pikë, edhe këty kur të vëmë në herë koka, le të vëmë këtu, nuk të vëmë koka që s'ke fuqi edhe cervikalia C3 C4 në atë pozicion fiksë ajo, po të ketë një kputje,
Domethënë njeriu thjesht për punë minutash nuk jeton më. Çë minutash më shkon turn off direkt. Ore për punë minuta nëse ke fat. Kupton, nëse shefa edhe për i çik. Le pak, përshëndesësh rob. Pa fat ke një le me vujt se nuk ka më shpëtim. Pra, kupton, kjo është ideja, pra kjo pjesa e cervikalës, pra ne them që janë vendos aty. Derisa pjesa pasaj autorin, fati ka shumë me kuptim këto gjëra. Çdo gjë, shiko, çdo rob që do të krijoj një kryevepër, se okay, dua, m'pëlqen apo s'm'pëlqen mua në fund ditës prap kryevepër është përderisa e pëlqen gjithë bota. Megjithëse ha debate pëlqen se pëlqen gjithë bota se kur pëlqen shumica. Po pra, morin overhype se ti ke jutsu për shembull që nuk është se ka një mesazh aq fort sa ka kjo, edhe prap ka jutsu është thjesht diçka për mua. E kupto. Fan, vllai, hajde luftojmë bjeri, del sukuna, hajm gishta, chicken fingers. Po pra, do çaj gishta. E dikush është problemi. Problemi është se këto animet për shembull që ka nga 15, 20, 30 episode, e kupton, morin shumë hype sepse i shohin gjithë mrena notës edhe është diçka e shpejtë. Ma men nga ju se s'bën Eureka 7. Kjo që motra e atyre. Jo. Që hanë qend, kjo është skena shumë. Kjo është skena, po këtu jep shumë pak. Shiko thjesht e merr edhe hikën. Po. Kurse shiko te manga e shpjegove si e kanë hongër, çaj kanë bë këta si qeshtin, grushti shtetit që bën këta. Ky është Grisha. Po, ky është Grisha. Mu gjithë llojmë duken këto për sorrat. Po Grisha këtu ka shku si fëmia, kupton, nga kujtimet. Shiko, historinë ka të lezetshme sepse kur fillon, e di si është kjo? Kur fillon fillim fare, ti fillon drejtë në aksion, domethënë nuk ta shpjegon fare nga ajo. Praktikisht për mendimin tim, ky është Attack on Titan është fix ka një marketing shumë mirë dele. Ka një marketing shumë mirë. Shiko cila është logjika Attack on Titan sipas perspektivës time, domethënë. Ti merr shok që nuk ka lidhje fare me animet dhe e përplas te një masterpiece, e kupton që jo detyrimisht mund të jetë Attack on Titan, por thjesht e prezanton me botën e animet, e kupton? Po, ajo është kryesore më se njëta gjë ka ndodhur me Manson. Po, praktikisht po. Edhe ai thot për shembull, po ç'është kjo magjia, pse e boni kët? Po si doli aty, po si hyni këtu? A e kupton ti thu, bro, është thjesht anime, get used to it. Se ty që tash mësu syu për shembull shef shonen, shef isekai, shef darling, e kupton? Me tai mrapa, s'ka nevojë. Po nëse, e kuptoj, shef gjitha këto dhe s'bën përshtypje se ke hyt ajo bota anime, është praktikisht e njëjta gjë me këtë. Domethënë ti fillon drejtën në aksion, edhe pastaj fillohet ta shpjegoj, domethënë është diçka tjetër që ja ka vjedh. Është pak a shumë si Tokyo Ghoul. Ja vanak salsa, pra çfarë po them? Nuk e di, pra po i qit vetë avash. E mylla nuk flas ja, rak. Po kjo kam gjuar shumë për këtë, të Death Note. Është i bukur ky? Qamet. Në vërtet? Nëse ty të pëlqen, nëse Attack on Titan të ka pëlqy, me Death Note-in do fiksohesh. Me Death Note-in do fillosh ti bësh analizat e futbollit. Në vërtet? Ti ke pa detektivin Conan, ti ke thënë bravo. Është dark, detektivi Conan, po nuk can't compare me këtë. Prit tani. E keni pa versionin shqip detektivi Conan? Po. Sa nota ai këngëtari filli kur e knotat atë intron. Po s'ka faj se është Julia ka bërë. Ishte zëri Goku, zëri Goku. Po, Julsan Ahmeti. Pa ai ka bërë Conanin. Ai ka bërë Gokun. Po. Vlla, atëherë s'kam pas të drejta buri, bonin shkretët, kompozime nga e para. Vidh, drejse janë. Tani prit, ma kujtoni pa, ky Conani në fund u bë i modh. Nuk ka marrua akoma. Nuk ka marrua le vazhdo. Kishte gjë action box të vogël apo jo? Po, ishte po. Serum pak se i vogël kam Serum si një detektiv më të mirë. Është kjo historia Conanit, nuk e di, e ke pa Bentenin, besoj se ta kesh pa. Me pjesë, shumë pak, po nëse ka ca pjesë për shembull që ky kalon kështu, a shkon para në kohë, a vjen ai rrituri i këtij mrapa në kohë, e kupton? Thjesht lëvizin kohë. Sheh si Yu-Gi-Oh më të tjetër, të perandore. Një lloj. Po që Death Note është ndër masterpieces që cilësohen. Në sytë e ti ka një vizion që është vetëm ai. Kaç më mirë. E vërteta ndodhet larg prej shikimit të tij. Ua, më këtu dha jo, pa jo. Ringjallu Zenki, mame? Ringjallu Zenki. E kom pas padhe atë. Zenki është ndër serialet, ai nis vrullshëm vllai. Ai nis vrullshëm. Se qyn sigël, duhet kuptosh diçka. Fillojnë ato shkrime çuara. Dakor, po të shpjegoj diçka. Pas 2015, 2015 është shumë, po pas 2010-s më saktë, animet kanë ndryshuar drastikisht, jemi realista. Çka ka qenë para 2010-s, ka pas gjak, ka pas aksion, ka pas më pak censur.
Ti shef tash po të morë rastin më banal te Dragon Balli për shembull që ka qenë torneo në fund fare nuk doli pik gjak. Au rrafë Te superi. Të turnamente po. Më e kanë fare gjakun në buka më lezet. Ai shkoi pret atë Zamasun e ndau për gjysmë, aty dolën ca xixa. S'ka më lezet, vërtet unë e du prapë të brutalitetin e animet. Gay. Dario. Unë e du prapë të brutalitetin e animet. E du fort. Jo ashtu. Jo, ç'ke më? Pas për me emra. Jo më për po them si. Uai, se kapi Prej fare. ka sa. Se kapi fare këtë. Prej se na doji. Unë kena i shokun ton neve që e ka emrin Dario dhe thot për këto skena që janë violente, kupton mos t'i bëjnë me gjak. I ka Dario. Jo, Dario e ka bim vlla. Mesazh publik i ka bim. Duhet skena me gjak. Tash i ka filluar shaj, them Dario. Ajo për ne është orë dakord se është anime, mëse gjaku është i vizatum, nuk kanë gjithë modë. Hajde mos bëj filmat me gjak, po ka qenë te super i dhunim kalamoni lale se i gjaku më shok. Duhet. Unë jam komplet duhet. Po duhet, por e kanë censuruar shumë. Po ne kanë shpinë të censuruar do po duhet e burr. Friza kishte gjakun lila, atëherë që në Leila blu, si ti të boja aty. Duhet. Ai ka pas Leila Piccolo. Po. Kush ka pas karakteristikë që kur i binin me grusht në bark dilet gjanga goja, Goku apo Naruto? Gjithë, te Naruto ka pas shumë. Te Naruto ka pas me pështym. Karakteristikë tjetër që ka pas te Goku i bitëm grusht në barkën e dilte grushti. Nga te mrapa. Kuptoj nga disa kurios kam qenë. Kurrizore. Disa kurios kam qenë. Vrisja Armenia, ça krahu i bi ky që si thotë ato se mor vesh. Okej, sa ta morëm vesh ça krahu, lale, mbyllim edhe këtë pjesën. Okej. Kalojmë vetëm te funi që do jetë dhe loja e famshme që se kena bo akoma për këtë sezon. Shifën a pasaj. Shadow Clone. Lale, çake. Po të shkëlqen syt. E di. Është Po drita. jo prej Attack on Titan. Është drita. Ja, Duhet të okay. shkëlqen se ke fiks një super betej këtu miku im. Okej. Dueli i parë Livait me Zikun. E di si ja ka bë këtu si ato salcice që na boshin nonat në më përpara që i ndashin Po, Po sa të bukur ka këtë karakteristikën që janë që lëvizin me këto ODM gear, çka kanë pas to? ODM gearset, po. Ka bukur, si ti Kjo është Spider-Man. një gjë shumë e lezetshme. Kjo Po mos Kjo u bë gjetje. sens valla se ky u sul kështu drejt fapet dhe se mor vesh se si u kthy prap mrapa, shi. Ora është Levi Ackerman No, ajo okay, zotri. Po, dakor. E njeh apo se njeh kush është? Jo. I madhi. Në një mod jo se 161 është, po. I madhi në shpirt. Shpirt. Po e kishte shpëlqyer në televizën me këtë, edhe i jep shumë plane, shumë dorë edhe këtyre që vizatojnë tek ke parasysh pamjet, këndet, gjërat kur lëvizin me ato DM giri, ka shumë bukur ato lëvizjet. Pastaj këtu është masakër pra. Levi është i madh fort. Vlla, unë ty do të sugjeroja shumë, po qamet do ta Po sugjeroja. të fal. Hop, shpatën goj. Pa mëshirshëm. Si e ka këtë shpatën si brisk roja lale. Se gjashtë, ti i thonë ditë se gjashtën e paske pak. Po këta edhe i ndroshin te, ato, do të thonë, duket se një vrasje bëshin dhe ndroshin si e kanë pas. Jo, thjesht kanë rezerva prapa aty kur i thyen shpatat, ato po kur i thyeshin po. I ndronin. Pastaj kalon me raketa. Ka qenë një sezon, në sezon të dytë më duket. Jo, fundi sezonit parë ka qenë që luftonin mrena Wall Maria që ishte afër fare atje. Edhe ngel ky koni më duket pa shpata, edhe shkon ja çon një nga këto tjerë se kishte thyt gjitha. Po, e vërtet. I marrun se 3 sete kishte, 3 brisje. Po. I marrun brisjet praf. Po si janë si brisk, po Razer. Po Razer e kanë emrin ato. Po, e vërtet. Tu fut Investim Fusion, ja tu sponsor. Edhe Cartitan që shpëton. Cartitan, kjo ka qenë gjithmonë ajo që prishte punë. Kjo po tamam. Që është për me bëthën për jashtë. Me nderen, me pak fjalë. Kjo është ajo që kput kokën e Erenit te në fund fare kur zgjat dorën Zikut. Jo, kokën ja kput Gabi me sniper. Po. Është Gabi që merr. Po jo, ka qenë sken tjetër që është Gabi që e kput sniper kur shkon Ereni me u prek me Zikun. Po. Gabi bi sniper. Kjo ishte kod burr. Kjo bën vetëm atë që kjo bën vetëm atë skenën që është përpara kalas dhe që sulmojnë Erenin, a diçka e tillë. Mamon që i thot kur sharmiku dhe kthehet shumë e gisht. Kjo skena ka qenë kjo më shumë. Apo ishte Ereni i parë dhe kjo ishte mbrapa. Ka qenë infiltruar po thu. Që jo, kur ishin tutë Marley, ja erdhën këta debilet. Erdhën këta janë. Ja, opa, pe ndroje, hajde, tha. Futa brisje të ri. Po këta që llogarit fare Livaje, ta e ka buk me djath ai.
E po tortura ka kalu dhe kjo e kur me thellë që nga sezoni i parë deri te sezoni. Shive miku im, tu, tash se rezultat se kam mbrapsht, po bën monolog me veten. Po, ja vlet të gjithë kjo sakrificë thot. Do të thënë imagjino ky vritet edhe vetë se te në fund fare pastaj ç'a bëjnë se vinë njerëz të tjerë nga Marley prap në ishull edhe praktikisht i heqin muret, i civilizojnë këta, nëse mund ta themi kështu, fillojnë bëjnë trena, gjona, transporti. Janë episodet e fundit. Edhe një nga këta që ishte palë me Ernin, që ishte kundra këtyre, i hodhën kështu titanit e vera, edhe në momenti që Zik u lërinte, gjitha që kishin pikët verën, me një rrezë të caktuar ktheheshin titan. Edhe gjitha ushtarët që kishte ky Livaj me vete kur po shoqëronin Zikun, ja futën verës gjithë palosën, e kupton? Vetëm ky spiu se si ishte alkolist, ishte kështu. Edhe është super skenë epike që Ziki kthen gjithë kolegët e tij kundra këtij dhe ky është duke rënë. Edhe janë gjithë ata kolegët në formë titani. Pastaj bën kasin, nuk e jep betejën. Nuk e jep betejën e këtij me atë, vetëm jep që i ka vrarë gjithë. Ishte jep që i ka vrarë, po bën këtë lidhjen që ky shifte, domethënë këta ishin titan, po ky shifte gjithë këtyre kolegëve të vet. Megjithëse Livaj ka vuajtur që në fillim ja vran atëre ai përbindse që ajo MV-ja famshme që e vret Livaj në fillim fare, që i vret një që ka dashur ky, pastaj është skena tjetër që vret ta tre kolegët e ajo skena më pra, nuk e di çfarë sezoni para dytë që ka trupin e asaj kokuqes, që e hedh, pastaj Drota hedhi nga karroca për të liruar peshën për të ikur titanëve të tjerë, mban mend? Po. Pra ka vujt shumë, Livaj ka vujt. Shiko, Livaj ka vujt më shumë nga të gjithë aty. Livaj është më i vujtur aty sepse Livaj edhe kur e merr Kenny, Xhaja kishte. Daja më duket. Daja, gjë e tillë, po nëse Uncle i thotë aty se ndajmë dot. Daja sepse ishte i vllai i mamas këtij. I mamas, që ishte drogaxhia aty poshtë. Nëse, po drogaxhia ishte. Po. Na fali për termin, po kur nuk konsumon bukë për lëndë narkotike, që është drogaxhi. Edhe që atje do të thënë ka qenë kështu si zombi. Po. Se nuk jetonin me dritë, do të thënë jetonin nën dhe, nuk e di a ke pasi sken? Po. Edhe e merr ky e nxjerr e rrit në mënyrë indirekte sepse s'donte të dilte vetë në skem se i tha që ti duhet bëhesh i fortë vet. Edhe pastaj bëhet ky gapi që vjen direkt kur ishte te ushtria që dhe Ervini vjen e merr atje poshtë, domethënë se e dinte që ishte super talentum. Mo prapa, ajo historia e Ervinit është e dhimbshme. Ervini pse e dhimbshme? Çka pas në histori të dhimbshme. Ervini ishte P9. Po pra. Po, si tha Erenit, kush mendon se janë, kur ishin ato dy që kapën dy titanët e parë? Po. Që i tha kush mendon se janë mishën vërtet. E mbamën skenën ti. Ervini ishte P9 dhe ishte kap skemën që i hy. Dhe, më falni se unë zef ata në. Ashtu, jepi. Sa gabim ose sa të sakt ishin që ja dhan Bertoldin Arminit dhe jo Ervinit. Priti sekond. Super gab. Super gab. E para punës herë pyetje ti bëjmë ne. Pyetje ti bëjmë ne, e para punës, e dyta, jo më super sakt ishin. Pse më burr? Kishte kapiten Ervinin në sulmin që i bëre Marlit, do ishte tjetër muhabet komplet. Edhe, domethënë ty dy të duhet një politikan në tilla raste, e para, e dyta duhet gjenerata e re sepse Ervini deshëm ne ishte i vjetër. Ishte 40 vjeç valla. Der 50 ronin era si hante 13 vite, 10 hante ishin 3 kot. Ervini vlla ishte vdekja e komandanti Ervini në atë sulm ndaj Marlit. Edhe gjithë arsyeja pse ky jetonte ishte që zbulonte sekretin e Chelsea-t. Donte të shikonte botën e përtejme, por në momentin që nuk e bëri dot. E zbuloi ai. Jo, Ervini jo. Nuk pa jashtë asaj, po sekretin e Chelsea-t e zbuloi, se e tregon aty. Jo, Ervini vdiq kur erdhi për herë të parë Ziku. Po. Nuk u zbulu Chelsea atëre. Ishte zbuluar. Jo, Chelsea jo. Jo, miku im. Po pas asaj. Ti ke pa më shumë se unë, po unë mbajmë që jo. Ai vdesi shkreti kështu me regret, po nejse. Ai pra dhe ata kishin mundësi. Ne kemi keqë bre, ç'do më? A kupton, ata e kishin Ervini ishte lëvizje shau ishte Ervini. Po pra, po kishin. Të ringjallë, lëvizje sentimentale ishte Armi. Jo, po kishin dhe lëvizje frike ata. Çfarë frike nga Ervini? Hante Ereni gjithë. Po jo më, pse? Po si u bonte titan, praf i kpuste kështu në aq shtet. Si pras. Du për mua Ervini, duhet të ishte Ervini Colossal Titan, Ervini ishte i frikshëm. Po, unë e kam. Kurse Armi ishte shumë zemër Armini ishte. Po ajo ju duhej sepse ata nuk donin dikë që të
shfrynte hunë dhe ta diqte venin gjithë si Ne, ajo na duhet, ne. Deri javë ne na duhet vlla. Të smoshe Marli me Erenin, me strategjinë, me forcën e Erenit dhe menjën e Ervinit dhe një Livaj Akerman dhe Mikasa Akerman super të rrezikshëm. Kishte bo spektakël. E gjithë ideja ishte që këta mos bonin luftë, do të rrinin larg luftës dhe deshi Ereni u shty që donte luftën praktikisht. Pra meqense ju s'doni, se në fund fare po ta shikosh ta civilizohen, lën këto shtete të tjera të futen se vija ajo Kinezja edhe thotë që Mikasa është ato se mora vesh kurrë sa kinezës, unë kot më duket. Po se shiko çfarë ndodhi. E para punës herë këta bën këtë mbledhjen e këshillit dhe u mblodhen gjithë ta racat që tulnin luftën sepse Ereni kishte shku berserk. E kuptoj, ishte infiltruar, kishte kap atë Hammer që kishte Titan, e kuptoj. Hammer Titan, po. Do kishte bënja 4 titan bashkë dhe 4 e kishin ngel që ishin pa dobishëm. Që ishte ai me Armored Titan, Female Titan që ishte e ngrime. Kjo Card Titan, që si plas të njeriu për të. Dhe një Varilesh Titan. Edhe Jaw Titan nuk e di. Jo, Jaw se kishte marrë ky vllai i vogël i atij. Jaw se kishte Jaw Titan. Po, ai u bë me krah, dhe e lezetshme si gjë. Po, e vërtet. Këtë kinezën se mora vesh kurrën çfarë roli. Kot, ajo më shumë arnie e nejtë ajo. Po qefë bëjmë xhiro. I gjithë qëllimi i tyre ishte që të zbusnin gjakrat sepse ky ishte i bërë shumë i fuqishëm dhe i thanë dorëzojeni këtë dhe jeni në paqe, ky s'era dakord. Edhe aty që do të thonë aty ishte pika e kthesës që Ereni doli komplet kundra këtyre, krijoi këtë vetën dhe thjesht i tha aty ne now you see me, now you don't edhe shumë mirë boni valla, se tash shumë diskutojnë do historinë e Erenit pse dorste me vrap gjithë njerëzimin. Allah absolut. Morët ju në qaf mu. Kam qenë unë i viktimizum nga ju. Ka një pyetje që ta formulosh edhe ti sakt. A mendon ti se e përdorën Erenin këta pastaj e hodhën kështu si leck? Kush këta? Këta Ervini me shok. Domethënë der kur Mikasa me Mikasa jo, po ushtria Marlit, Eldenses Marlit. Unë mendoj që Ereni mori rrugën më të mirë të mundshme bashkë me to që e ndoqën Erenistët, jegeristët. Para se të merrte rrugën. Domethënë deri në momentin që po që e përdorën si titan do bësh atë do vrasësh këtë. Pastaj se hodhën, ku e hodhën, pse e hodhën? E hodhën sepse në momentin që këta e kërkuan traktat paqe, këto i thanë okay, domethënë që kur bëu ajo historia që kishte emrin ajo që u bë mbretëresh. Ajo bjondja. Po, me çfarë laf. E vogël. Tani fal. Bajman pyetjen. Po këtu e kam. Doli skem që ishte Shazan, kjo çan ti kote ke filmi se mora vesh. Po sepse trashëgonte atë gjakun. Mbetëror. Okej. Sepse në momentin nuk merret vesh. Aty s'merret vesh. Te manga ndoshta ky që e ka lexuar. Jo, nuk e thot. Në momentin që ka bë autorin. Te faqja ku po shkruaj. Letër me vrim, ha? Kështu ishin këta burr. Hynë dil s'merret vesh. Tani ku e udhën poshtë Erenin? Që në momentin që i puth dorën historias. Aty po erdhën vegimet, erdhën gjitha. Po erdhën kujtimet, por dhe aty këta praktikisht e shitën sepse pas kësaj bëhet kjo mbledhja e këshillit që këta praktikisht hapin dyert për të tjerët. Edhe sugjerimi që këta kishin ishte që na jepni kokën e Erenit ne ju, ti morën fuqitë, edhe ju jeni të lumtur, nuk i bezdis njëri më, do ju lëm të jeni të lirë, domethënë që të lëvizin nëpër botë, mos rrini më mbrëmja mure. Po pse ta e dhanë Erenin tani? Do e jepnin. Po se ma mend që arratiset nga burgu ai, që hedha të xhaketën skena ikonike fap edhe hikën, se ishte në burg ai. Ka qenë dyre në burg. Kur ishte i vogël dhe kur ishte i madh. Kur ishte i madh. Kur ishte i madh. Që bëte bisedën me atë me syze. Jo, ajo është skena kur ishte infiltrum. Aty është spitale, jo në burg. Spitali është aty? Para se që është pasi të thotë atake, çfarë thotë aty? Ajo është skena, para se të dilin këta jegeristat, sepse këta i thanë që ti do dorëzohesh, nuk i thanë që ti... Po, që jegeristët dolin me mbrojtë Ereni pastaj. Po, edhe ky thjesht u largu. Që ishte zik me jegeristët për mbrojtë Ereni. Me qenë se ju e doni kështu, unë i vras gjithë ta. Vazhdoi rrugën e vet ai. Po, dhe që këtu ishte ai revolucioni pastaj. Po shumë mirë boni për mua. Shumë mirë boni valla. Ti isha unë si Ereni vallai, shkatrim botë, am ke sulmu, jam rregull. Tani shokëm se ja futën. Mikasa, Armi, si ju vun, jo do futojmë botën edhe. Po sepse kjo është pyetja, ti do vrisje familjen tënde për të shpëtuar gjithë botën? Po pra është, apo do vrisje gjithë botën për të shpëtuar familjen tënde? Po pra është ajo që në internet ne e shohim si rruga e Itachi apo rruga e Eren Yeager. Unë do bëja rrugën Eren Yeager. Po, edhe unë me... Jo Itachin. Me Bobin jam. Fako no alla. Unë do isha. Uçia. Ja, kjo ha debat për shkak. Jo. Sela, ti do bëj atë që bëri Itachi? Të thoshte ti ish të tuat se do na sulmoj neve dhe ti do, jo. Fako no alla.
Unë ka rrit baba dhe nona. Po pra, ideja unë do isha villën vëlla, nëse do Po zhvillëm ose po vrave gjithë atjerë do ngel njëri më ngeli vetë shtëpisë. Vetëm ato që ti, po shumë mirë, shumë e meritojnë. Nuk është mirë lele. Shumë e Po meritojnë. jo, nuk është. Këta për Sweet Home Alabama. Po se ti, po shkon Extinction, më shkon drejt zhdukjes pastaj. O vllai, nuk po themi me shfarros secilin, se po vrave gjysma tjetër zement. Po mi Po, e ke tut pa, e di shumë që se zgjidhja është shumë e thjeshtë. Ose të gjithë botën edhe le këta 5 tut, ose këta 5 tut dhe Jo, se 5000 kupton. Ti je me ditë nuk duroj, lene më të kesh vetëm Ky është me ata. teorinë tjetër. Ky është me teorinë që anime do të mbaronte kur pan oqeanin. Jemi atë. Nuk mendoj që duhet të mbaronte në atë lloj pike, por morali që këta kanë bërë shumë i fortë dhe fakti që ky zgjodhi të shfaroste gjithë botën për të mbrojtë këta që e hodhën poshtë është shumë paradoksale, e kupto? Se këta praktikisht e shitën disa herë. Domethënë ai Jinsi që kishte emrin që ky e majti me bukë rriti i tha shpëtoi disa herë mos vdiste, se ishte çurse burr, nuk dinte me manta do girsat. Po. U bë super i fortë sipas tyre se vetëm ai ngeli. Këta, shiko, deri diku i kuptoj se këta ishin vrarë gjatë gjithë kohës, domethënë Levi pati kalu aq shumë kur vdiq Hanxhi pastaj apo nuk vdes. Më duket. Hanxhi vdiq, ashtu kokuqa me sy. Po, kur vdiq në përflak që Hanxhi vdes duke vënuar Colossal Titan që i ka sjellë Ereni, që tikte avioni këtyre tjerëve. Kur vdiq Hanxhi pastaj që ishin ndër këta kryesorë pas Levi, pas Po. Domethënë këta do i sken, ndjes, kur vdes Hanxhi pastaj shkon Parajs, që takon Ervinin. E mban mend? Se më. Është sken që Hanxhi vdes dhe jep dorën Ervinin Parajs dhe e ngren dhe e sipër. Po, jo se duhet na vin flashback sa. Po, hapa të shiki, ka dalë. Po për mua Lales tash po i bishe Ciklapsit, po ta paralizoni me luftën tani. Po ta paralizoni. Po fiksa ta lidhi me luftën sot. Kupton? Pjesa e Titanëve. Çfarë do tash më me Iran, Izrael, Amerikë, kupton? Jo, më na përzim me këta. Me çfarë do? Luftë me çfarë? Po luftën sot, s'ka rëndësi. Hiqen nga këtu. Titanët janë shumë si armët bërthamore. Pra, po ta paralelizojmë. Po, sepse aty e përmenin disa herë që këta aliens ishin gjithmonë në avantazh dhe ishin përdor. Shiko, e di kush është ironia fatit, është që këta ishin, domethënë praktikisht si këto kavje që gjatë gjithë kohës historikisht nëpër breza ishin përdor, edhe në momentin që kishin zgjidh punë këta marlit, thjesht kishin vrarë, kishin heq qafe. Domethënë, për menimin tim personal e meritoshin me ushtyp me kam. Po vetëm këta janë shumë si izraelitët. Ta, për mua. Po. Për mua. Po. Personalisht. Domethënë pjesa po ti marrësh me kampe për gjatë historisë, për shembull, se kjo futet edhe në periudha historike, në luftën e dytë botërore. Domethënë një paralelizim që kam pas pjesën e Erenit e paralelizojmë me diktatorin domethënë me nazistin Adolf Hitler. Po. Me Xhaxhadolfin. Ereni me Xhaxhadolfin e paralizojnë shumë. Pse në çfarë speedi nda kapësh Ereni me Xhaxhadolfi zgjodhi vetëm racën e pastër edhe gjithë tjerët që kanë gjak pista vazhdojnë jetën bëj sapo. Jo, s'është vetëm aty. Mos ta harrojmë. Kështu thuhet, jo neve, kështu thuhet. Tani ideja është që jo vetëm pjesa e racës pastër Ariana, po këto që thuhet. Edhe Adolf Hitler, njëtën gjë patit, njëtën lloj fillimi si Ereni. Paralelizim, kupton, jo original. Ereni ishte mirë pikturë. Edhe që Adolfi pikturote. Ka pas pikturu për sot. Pra se pranun për nej Guzari. Në vëta, kështë janë shumë të parë. Pa më hyp frika me këtë pikturët. Sa i pikturon të miku im? Unë jo, po ka tjerë këtu. Pranoj çdo pikturë të atyre. Do të thënë ka shumë paralelizim, sepse edhe ai e nisi si palë me shtetin, pastaj u vu kundër shtetit ekzistus, një lloj siç e bëri Ereni me këtë tipin që ju kthy kundër pra. E mo këto raca tjetër. Raca pa dashje desh na doli. Dhe njëta gjë ka ndodhur edhe në periudhat historike, pra shumë fansa e paralelizojnë me shumë periudha të ndryshme historike, që automatikisht mund të jetë bazuar dhe autori ose është bukur mos është më reale akoma. Ereni ka qenë viktimë
Po ishte një viktimë e zgjuar që diti si ta përdorte atë shiringën që i boni. Ky është Ziku, ë? Sistemin. Po. Ziku. Që të gjithë Akbaria këta e Levite. Ta janë të gjithë kavjo, You like, ta janë të filthy, gjithë reeking ugly son of- guns. Të janë thjesht guns, lele. Po pra, Gans, po ky doli më, ky është fiksi ato memet që gjithë crowdi të shku këtej dhe ky të dal kundra. Po pra, po ky është një, po e njëjta Sepse- gjë. Njëjtën gjë ndodhi pra ne po ta paralelizoja me pjesën e luftës së dytë botërore. Sepse edhe Hitleri doli kundër kampit atëre social-demokrat që ka qenë atëre që operonte në Gjermani. Njëjtën gjë bëri, krijoi partinë e vet, eliminoi gjithë kundërshtarët politik dhe u bë Xhaxha Adolfi si e kishte kështu si ka vite. para tjetër. Nëse. S'ka rëndësi, kupton se po marrim, po e bëjmë thjesht për çështje edukative. Pa fiks. Dakor Ai ka vdek, dihet domethënë. kupton, bravo, kalon trisat. Ja është ku bari 2 metra ku do A të të jetë. keqen. Le, Po Erin takoi të gjyshin e vet. Mama? a këtë se di unë e takon Xhaxha Adolfi. Gjyshin e vet. Gjyshin, po. Gjyshin e vet kur u Kur infiltrua. ishte i infiltruar atje takon gjyshin e vet, që ishte doktor që i tregon gjithë të regretet e jetës vet, çfarë Që janë ishte bopi bravo. Ishte me atë komën e pre me Se Erin. gjyshi vet ishte Se servil. më ngër pjesën. Gjyshi vet ishte Më kujto diçka. Tek anime, kur e dhanë Erenin të infiltruar, nuk na i dhanë që në fillim që ky është Ereni. Na i mbajtën çik të fshet. jo, Nuk u e kuptua që thon, në fillim që ishte Ereni. Nuk e thon, por që u kuptu direkt, domethënë për ne që e patëm pa, obviously ja bëni mu, po mënyra se si e kishin futur, i kishin bërë komplet ndryshim Se e nisën ndjes. Se e nisën komplet mbrapsht. E nisën me Falcon dhe me Gabin. Po, E mban mend? Po, E, se si këta u zgjodhen kush do bënte Titanin, e budalliq që kishin 2-3 episode. e nisëm jo që ishte ka e fut beteja në fillim. Që rota i Zogu në fillim fluturota i Zog. Po, Sa ditë Gabi me Po ajo Falcon. është sepse aty ky është problemi. Te manga për shembull e shpjegon për çfarë ishin aty ata. Pra se sepse ti e këta- di, kurse unë se di, u ka pa animen. Këta ishin zgjedh që kush dilte më i miri si ushtar do bënte inherit këtë Do merrte në trashëgimi Titanin, po, do merrte Titanin. trashëgimi Titanin. Ah, Për të okay. viste njërin nga Se këta se ta po nisën shkoshin kështu, vite. se unë e konfuzova Se kur te pash. manga e fusin direkt kështu, do të thonë, shiko, ka anime që japin më shumë se që jepet te manga, edhe ka anime që japin shumë më pak se që jepet te manga. Edhe ky është problem, se për shembull animimi të jep gjona që ti nuk i fantazon dot te manga. Po fjalët duhet të jenë duhet zgjerohet pak ai konteksti kur animon, sepse nëse ti ke për shembull 20 kapituj mange dhe ti bën 20 episode, ty për ta lexuar kapitull mange duhet minimalisht 10 minuta. Po. Kupton? Një episod ha 20. Dhe ti ke mundësi ta zgjerosh atë fantazin kur çdo Europë lexon atë. Kështu që për mendimin tim, nëse do i vëm kokë për kokë manga është para kësaj. Patjetër. Gjithë thonë që manga është shumë herë më lart se Se më ndrym anime. flasim gjithë ditën për anime, Po. prapë anime është 7, manga është 9.5. Dhe të shi që ta mbyllim dinjitoze se e kena kalu, mo e kena bo baj. Po, e bëm. Inshallah na ka njek njëri deri këtu deri te gjithë. Ku do shkojnë? Bravo, s'ka ku shkoj me thjesht. Olla, kur na provokacja. e kërkojnë vet. Për çfarë mos me nejtë? Bravo. Shumë i As saktë. dim ne me argumentues, bëhet fjalë kjo muhabet. Që s'dim apo që dim? Përpiqena. Mirë, dakor. Dale do të bëjmë lojën klasike që kena ne. Hajde je. Dakor? Butshëm. Jo butshëm lale, Jo. rëndshëm. Bjerim të. Rëndshëm lale. Ai, Atëherë, mu drejto se do të bie rënd lale. Ha. Fillojmë tash. ka mesi e sipër. Bravo. Do ta bëj vlla anime me film vizatimor. Do t'i bëj compare lale. Le të plasi sherrin në rrjetet sociale. Pra unë do zgjedh më me interesa. sfat e kësaj. Po. Shiko se kjo i do katrore. Jo. Dashka Trapez, 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 triagram. jepi. Attack on Titan apo Shrek? Prit. Unë pres. Shreku i dubluar shqip apo anglisht? Shqip, s'po flasim për anglishtën. I dubluar shqip. Shal fate mu. Ky budalla karam dashni me princeshën. Ua, Jo, she. Choose. Attack on Titan. Sepse okay, qesh një herë dy herë me Shrekun, pastaj lë, kurse Po, kjo ka mimo. më shumë seri, më shumë. Okej, Kamerak, Attack on e ke Titan thjesht- apo Mulan? Jo, ma Attack on Titan në burr. Ej. Po çfarë thot vjen një pjeshk në ushtri se dallonti që është pjeshk. Jo, ata Jo, kërkesë mund të me ishte rast. Mund të ishte edhe bambu, se dim ne. Te Mulani o skena që zbret ai nga mali me borë është shumë epike.
Shiko, Se qëllove, si shumë e mund pikur. të gabojë, kisha vetëm një metër larg. Po mushën që shkohen nga mali. Ua, Edhe i sa e bulti, pika jo shumë. Shumë e pikë është ajo Mulani. Ua, atako. E zgjodhe të shi, Attack on Titan, s'ka. Do i ri. Attack on Titan apo Stina e Gjuetis? Ja, jas më kanë gjithë kur. Attack on Okay. Titan, nuk kanë gjithë një gjë. Ai Okay. drejë ishte në çik gallat po deri diku. Okay, E ljodi? Po të doja bëj tash pak më natyra vet. Attack on Titan apo Detektivi Conan? Pa e le anime Ja, ja, kështu, mos Attack, të përzitesh. Jo, Detektivi Conan ishte i lezetshëm deri diku, të intrigonte me këto të dhënat për zbuluar, për qente me Detektivi Conan, po Attacku është Attacku. Attack on Titan apo Oban Gara Yjeve? Jo. Attacku është më lart. No? Attacku. Te Shreku dhe te Mulani më lëvizet, e to tjerë jam Attacku. Mi më vlla, do të lëviz ta momon. Ha, ja. Attack on Titan apo Oli e Benji? Qa ka bë, godet, shtyll. Oli qa pati atëre, pati si, kom qalli pati. Ka Jo, dalë shpatlla. prapla, ha. Shpatllën që u Po, dëmtu. fal, tash, a më fal, po dal një minutë gjithë. E vërtet kjo teoria që thonë që do i prejnë komët Oli dhe Benji i kanë prejnë komët, çfarë është kjo? Po, në manga kështu thuhet. Ja pren? Po. Në manga thuhet që i kanë prek komën diçka e tillë. Ka E lexova diku. Edhe unë Janë e kam teoritë pasur. ale. Nuk është e vërtetë, mirë. Jo. Atëherë Attack on Titan gjithë jetën. Prapë? Para Oli dhe Benji. Para Oli dhe Benji ka më shumë drama kjo. Oli dhe Mi Benji më është. vlla, mirë, okay. Lale, unë them Hym ti te hysh kategoria Aron, Aron. tash. Hym Ha, te pra. kategoria Oli Aron. Benji është super film, më qenë. Super Attack on anime. Titan apo Naruto? E ha. Shumë rënd, Lale, hynë më thejnë Ja, direkt. ke Naruto. Naruto. Naruto ka personazhe më të bukura, histori shumë më të bukura se Shumë më e gjatë. se cili personazh i Akatsukit është perlë vete. Vetëm aty që e merr kështu, ka në Rocklin hard worker, ka Naruton që ka vujt gjithë jetën, ke Sasuke që do hakmarrje kërkon të Edhe kë ka vujt më. ke një pervers si Jiraiya, ke sa pjeshka si Tsunade, ke një gocë lezetshme tur si Hinata, i ke të gjitha valla. I morën gjitha në orë. Sakura nuk e përmeni kush prap. Edhe thon pastaj se keni hate, pa. Keni hate, më mos pëlqim, Është mos thjesht. pëlqim. Ke kështu, sa rolla, E ke kështu parëndësishme. personazh që nuk e di çfarë është, çuna gocë si e ka Po, pas ai ke Ja, Jo. se ka pas tek i pari fare që është ai me shpatë. Haku. Që Naruto Me konfuzu. Zabuzën, Qa lale. Bravo, U Zabuza. konfuzum gjithë, vllai, jo vetëm Naruto. kur thaj unë jam Ke bashku. Painin, ke gjithë më burr, ke Madarën që donte në fund lumturinë e gjithëve, po ata nuk e donin atë lumturi e tjerë. Dilte qetra, dilte qetra. Okej. Legjit nuk besoj Ke të të qetra Tobin më. për dashurinë, ke Kaka. Ke shumë ke Do Naruto. ta kishim marrë për Naruto, lale. Jo për Shumë ke Attack on Naruto, Titan. ke shumë ke Pa Naruto. kush ja merrte mene që ky shifte anime valla. Jo, unë e Ha. dija që shifte anime, po jo nuk e dija që kishte preferuar Naruto se. Ti do me fut mikë burr. Vallai, unë do me fut sherr. Ah. Il pregojme. Naruto. Pastaj Bluebird është Tjetër muhabet. komplet Bluebird tjetër. është Mozart. Mozart. Naruto apo Ice Age? Jo, Naruto. Si pas kishe fare këtë dublime Zbute shqiptare. zbute fare, burr, zbute fare. Kjo ti. Naruto apo Dr. Dolittle? A është ai që pse me kafshët? Po. Ja, Naruto. No. Shumë interesant Dolittle, po Naruto. Mirë, Naruto apo Shëtitja e bebit? Më Do kujto që që ne film atë Baby Binkun e vogël që bën xhiro nëpër New York vetëm. Shëtitja e bebit e ka pas ajo? Po. Që isha ato tre duto që doshin me kafshë. Eksakt. Jo, Naruto nuk. Naruto prapë. Nuk e ndroj. Naruto One Piece nuk do ta bëj se se Ne ke nuk pa e di, One ma Piece. ka pasur Naruto do rri prapë, po Po tishte prapë çfarë do tishte. Naruto dhe rri. Naruto vlla më ka rrit. Naruto, unë do të bëj tatuazh. Okej. Kam dy tatuazhe që kam menduar ti bëj. Ëh. Ja pash njërin në palestër me qarallaf. Ëh. Kishte tre versionet e Narutos, kur ishte i vogël, Ah, Shippuden dhe Kjo Hokage. Hokage. Ua, sa e bukur ishte tatuazhi, ishte ke pulpa. Shumë bukur. E kam unë një pyetje. Ha. Naruto apo Naruto Shippuden? It E was this dogja, e moment. lash marrë tash. Prit tani. I ke dik fashë Prit të reshtë pak më ndihmoni pak. Po. Naruto ka betejën e parë me Sasuken këto, ka me Sasuken. me Neji. Itachi vjen tek Naruto i vogël. Naruto i vogël. Po, aty prezantohet. Deri ku ndalon Naruto i vogël? Naruto i Deri vogël tek, ndalon deri deri në momentin ku ikën që bë stërvitje me Jiraiya. Ikën, Po. po, Naruto me Jiraiya për të stërvit. Jo, vazhdon stërvitja me Jiraiyan. Po, edhe po aty është Pra, sensia po, saj që mbari- Përfshin luftën me Garën, Shippudeni kthehet kur kthehet Po. nga ajo. përfshin Orochimarun. Po, Po, përfshin Orochimaru ka Nejin. villën?
Vetëm. Keq ka Orochimaru në Naruto i Chunin vogël. Xemi është gara kur ndeshet me Garën, domethënë, ka boll fight. Orochimaru është i keq i më i madh aty, që sulmon fshatin. Po, deri në atë Ose moment. Shippuden ka. Mirë, dakor, çka ka, se dim se janë rrit aty po. Jepi dele. Shippuden. Po. Okej, ta mbyllim me të Ta fundit. mbyllim se s'kena Dakor, çam se i pyet nuk ka më. mo Naruto dale. Shippuden është Boruto është grop. Klasikja, Naruto aty që kem zemër, Naruto apo Dragon Ball. Naruto Thoje apo më thoje, Goku. thoje se s'na vjet tur, po thoje. Jo. Thoje se nuk mërzitemi Naruto më ka Në Naruto. total unë do ri prap tek Naruto. Në total. Thjesht Naruto le. Naruto vlla. Sa lek Ke dha çaj ky bësh. më burr para si më. Jo Ke as çaj lloj bësh. leku, është Naruto. Urdhë, vllai. Është Naruto. Është ky Bobby E këtu. dhe vllai, na Po, pa vazhdo çka me ka morë. dashuroja, Ka Ka të gjitha. Kjo ka këtu vdes, plasi trapi ngjallet prapë dy javë. Pa më këto janë si ai filmi turk, çka ka pasur që vdiq 7 herë u njall, da harrova. Ka qenë erë të gruli kështu. Nëse një nga këta Këtu vdes Shiko, ngjallet, aty mirë. vdes nuk ringjall, aty kush ringjall. reincarnate më u Tu bë. vetëm Vetëm reinkarnet, gara po uri marrë gjallë. punë, hajde ciao. U ringjall gara këtu, Po, jo, edhe Kakashi. Pa mirë më po që, po edhe ato ngjallën me sakrifica. dakord më shok, Kurse se këtu të i Naruto ke- s'kan tope që t'i ngjallin. Po jo më valla, po këtu është budallik, por nuk të lidhem fare vdekja këtyre. Po këtu 5 karaktere janë, Unë e këto di, 5 madje tek ta, nëse keni kohë dhe 1 minuta Po, diskutojmë po pak. patjetër. Se këta, Hio deputa të dy bashkë me Gokun, nuk ngjallin plakun e vet, të dy. Ç'e duan? Si duam mos i kam pas ndonjëherë. Si kanë pas Si ngjallin, ose ky të ngjallin Sajanët me Qarallafi. Po ç'i do? Të rithit planetin Ska e leverdia e Sajanëve. më valla. Është princi më, el Ka principe. leverdia e. I ke pa të reja të fundit të mangës që Jo. Oh, kanë dalë mangat e fundit tash. Ha, na bëj Që spoiler. Vegeta nuk e ka emrin e vërtet Vegeta. Po ka një emër tjetër që është Forbidden among the gods. Po, lale, që ai emri thjesht zgjon një primal instinct të Vegetas që nuk duhej. Që po e ngjoj Vegeta të Po, emrin. do të thotë Thet se kalon grasës ka qenë. berserk, kalon berserk në një lloj forme që është për te e engjëve, për te e këtyre. Po E se du fort princin bëhet kështu. po se ju nuk dini të bukurën tjetër sepse ju tha Daima, po nga vin Sajanët. Nga sa janë? Nga visa janë? Aha. Nga Të ne di Sajan. vetë, lale, nga Jo, shtëpia. ku do di? Demon Realm. Po, e vërtet. Si Demon Realm. Po, si i kanë veshët ato kur bëhen majmun. Po. Kjo është original form. Kjo është Po pra, compressed. kur bëhet ape, do më kur Human, bëhet Ozaru, Kur bëhen njerëz, ta janë si puna frizës që i bëjnë kompres fuqi, se kuptoj që e ulin nivelin e Po. fuqisë. Kur bëhen ape, pastaj janë Po. Ozaru dhe janë literalisht primal beast. Po Pra janë të pasur E kupton? 100%. Dhe ajo vjen direkt, domethënë këto janë si puna pikulos valla, si puna në megve që hikën nga Demon Po. Realmi, sepse i than kush do me hik valla, ka mundësinë me hik, kush do të rri. Edhe këta zgjodhen të hiknin. Pra Sajanët vin nga Demon Realm. Kishte një Se arsye dikte. pse shkon atje. Nuk e di këtë, me thënë drejtën. Edhe prandaj Goku bo Super Saiyan 4 aty donte pak finest touch nga Patjetër, po ai Ja, është transformimi që ja, Goku neva. e urren më shumë. Pse? Se do detyrohet të kaloj në për këtë kalvarin hiqi rrobat, viqi rrobat. Jo, s'është puna hiq rrobat, vish rrobat, po duhet kaloj në majmun, domethënë në Ozaru dhe ai këtë e urren. Po Sepse kalon në primal, kupton diçka të ligë dhe instiktive, që ai se ka qef. Ai majmun vrau gjyshin e vet, ë? Po, Po, Ozaru të vrau Daima Gohan. nuk e nxjerrin fare si majmun ato, thjesht e transformon direkt kështu. Kush po? Të Daima jo. Të Daima, thashë se të GT. Domun të Daima e kanë bë Të kot si GT e ka bot verdh aty. Të GT e kanë bë super, po Ndërkohë ky Vegeta mu bë mu God of Destruction apo akoma? Jo, s'është bë akoma Te manga skandal, po, te po manga po. fillon tash Dragon Ball. Ultra Ego. Qartë. Kështu që. Me flok Leila. Po. Ta vdes. Princi. Jo po Naruto, jo po. Princi, me. Jo po. Ja, princin e du fort. Princi është princi, lale, po Princi, Naruto është tjetër gjë. Naruto janë është- dy skajet ndryshme të universit. Naruto është. Shiko, e di Vlla çfarë. është Grand Prix Më falni një pyetje se do dhe Zino. do ju shkoj tani, do ju shkoj podcasti 7 orë ma bëni Allah. Okej, gjë. s'ka gjë. Se temë është dhe kjo valla. Hmm. Kush është më të fortë, tot Narutos apo të Gokut? Po, pyetja është kjo. Goku, Pyetja është kjo. Po kjo teoria që i talshin me tek Shiki mund t'i fusin genjutsu dhe i këpull këta, apo nuk ka genjutsu te Goku? Po arriti ta kapi do ta shofi. Po Goku do e shohë sy i talshin se se di. Po po janë. Goku është budalla, po po themi Vegeta. Janë Se tjerët. po Se nëse e fut genjutsu i Itachi dhe kushdo që ka Sharinganin, po i vlik flasim put, po pa i flasim vdes. për diçka. Këty në ju vjen një çan këto që zbresin nga qielli, se harrova im çka kishin emrin. Momoshiki erdhi i fundit. Edhe ishte nivel Radis, e kuptoj dhe i rrafi gjithta. E kuptoj se erdhi një alien. Tash te Dragon Balli për shembull po ky janë që është si GOAT. po te Se kam parë të pres tani te të Dragon Balli janë god level, e kuptoj, Po. janë
Jam për te i këtyre. lëvizin instinktivisht pa menduar, e kupton? Pra ti thua që Goku Dragon me Vegetën i Ball, kput Naruto me shaka. Po, tani shiko, unë jam i idesë që t'i bëjmë myllje ka sa, po këtu Dragon Balli është ai që ma kurorën. E vërtet është. Skena Se, që me i bë. jo, për forcë. Jo se ka historinë, jo se ka në gjë interesante, po ishte i pari që foli për miqësinë, ishte i pari që foli që you never quit dhe ishte i pari që foli për këto luftrat e gjonat. Masanit vin këto tre tjera që i kanë zhvillu super mirë. Naruto për shoqërinë e gjitha këto që never quit. Familjen. Po, ke One Piece-in që flet për çdo gjë tjetër. Aventurë edhe gjitha Edhe ke tjera. Bleach-in nëse do me fut edhe këto tjera që s'janë këtu që janë këto për luftrat e gjonat. Po, Dragon Balli i shpiku këto i zhvillun. Siç kopjojnë këta sot, që janë këto Jujutsu që kopjojnë Naruto e One Piece, thjesht i bëjnë më mirë, e njëjta gjë ka ndodhur. Është it happens. It's the shitty world, man. Çfarë themi Kështu tash? supozohet funksionoje. Skemi, nuk rrotën se shpikën do të bëj. Ishte njëri që e bëni, E pastaj boni tjerë, pastaj lali, unë. pastaj tjerët Tu filluan numër në Një rrotave që duhet bëj. tjerët i bëjnë rrota dimri, rrota Një pyetje vere. të fundit çuna vetëm, pastaj më falni se Po, u zgjat. Po. Po, jemi drejtim. Jo se keni lexuar manga dhe më kanë thënë që në manga Aha, tek breshkat e ninja aha. vdesin 3 dhe vetëm një ngjet gjallë. Po, e vërtet. Është e vërtet? Është e Po, vërtet. po, kjo është e vërtet. Mos i shif. Mos e- Rafael Ojin vdes? Po. Po, ngel ai Jo! Ngel Majki. ai Zevzej, ku çka ka Po, ai? pra, jo, Zezeu Rafaelo. Rafaeli Mike është ai portokalli. Po, Ai- a është ai që është ai shu i ngel. rrepti. Ai Kush jo, e vres? jo, ngel ky që është Karagjozi fare. Karagjozi. MC Mikey. Më duket se ngel ky Karagjozi në fund. I vetmi që mbie ta. Shredder i vet? Jo, Shedej ka vdek me kollaj. Nëse nuk flasim për këtë pjesë. Ore. Lale se nuk maroka sot. Ja. Dhe për kë për Attack on Titan. Për Attack on Titan. Vetëm për atë kena fol vetëm gjysmën. Të tjerët jemi allakat për shqip tani. Ta mbyllim thua? Je, Ta mbyllim për seriozisht tash, jo ta mbyllim, po kam një pyetje tjetër. Ëh? Ta lidh këtë se. Okej, ja kalofshi mirë edhe mos harroni jena me rubrikat e tjera të honën, të Ai dielën, të endin që kemi këtë që po Po, bëjmë tash të edhe dielën. dilën për gjithë e juj, keni Shadow Hubin. gjithë e Shert kena lënë dhe orën badet qa 8 doli. që mos t'i humja si gjo, edhe i gjo ka sa po këtu, tenjtën tjetër speciale fare, S3 e P3. Më dhe të shi. Equal. Hajde. Shadow Clone.